Përshëndetje të nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku, si çdo të hënë të martë, të njëjtë dhe të premte, ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të martave fokusi mbetet tek gjeopolitika. Kam të ftuar si gjithmonë mikun e emisionit Dritan Goxhaj. Dritan, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Dritan, do ta nisim sot me takimin që presidenti sirian ka bërë në shtëpinë e bardhë me Donald Trump. Si e lexon këtë moment? Për ta lexuar mund ta lexosh në disa drejtime. Para është një takim i cili futja një kryetarit një organizate terroriste për cilin Amerika ka shpallur luftë prej vitit 2001, për cilin ka luftuar dhe është angazhuar totalisht në shtëpinë e bardhë. Po ta shoh në një aspekt ushtarak është fyrje totalisht për jetët e ushtarëve amerikanë që kanë rënë edhe në Irak edhe në të gjithë të luftën që ishte lufta kundër terrorizmit. Po. Pra, personi deri para një muaji ishte një nga personat më të kërkuar të Kombeve të Bashkuara dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra kishte një çmim për kokën e këtij, zotërisë, i kërkuar për vepra terroriste, për organizata terroriste, për gjithçka tjetër. Edhe tashmë vjen në shtëpinë e bardhë, pa kjo, pra ta thash, në aspektin e konceptin ushtarak, kjo e hedh poshtë gjithë luftën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose më saktë, hedh poshtë atë propagandën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për gjithë këto vite, që është bërë nga 2001 deri këtej në luftë kundër terrorizmit dhe në luftë kundër organizatës terroriste Al-Qaida. Si personin fjalë është përfaqësuesi direkt i Al-Qaidës për Sirinë. Ka qenë direkt përfaqësuesi në fjalë i Al-Qaidës për Sirinë. Kjo tregon që këto organizata kanë qenë organizata në mos të themeluara, po minimalja, të sponsorizuara, të drejtuara nga shërbimet sekrete të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të vendeve tjera të NATO-s për të destabilizuar totalisht qeveritë dhe drejtimin qeveritar në vendet e lindjes mesme për beneficione, pra për përfitimet dhe interesa direkt të ngushta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit më pas. Gjithashtu ky takim është bërë në kuadër të kërkesës që ka bërë Izraeli dhe Turqia, pra në mënyrë që Sirisë të hiqeshin sanksionet dhe preqjen e sanksioneve duhej patjetër që të vinte të bëj ky takimi. Dhe sanksionet janë hequr për interes të Izraelit dhe për interes të Turqisë, që tregon që Siria do të mbetet një vend tashmë i drejtuar nga Izraeli dhe nga Turqia, pra pjesërisht një pjesë Izraeli, një pjesë Turqia, është një vend i cili nuk ka as sovranitet dhe as integritet, dyja bashkë, dhe tregon qartësisht që se kujt i përket kjo qeveri dhe arsyeja pse urdhëzua qeveria e Bashar al-Assadit. Nëse e shifni, nëse regjia mund të ndihmojë me një hartë të Sirisë, hartën regjia, besoj kjo duhet të jetë. Kjo është harta e Sirisë, ta shihni këtu. Këtu ka të përcaktuar totalisht këto territoret me blu që shihni, këto territoret e vogla dhe këto janë territoret të pushtuara nga izraelitët. Pra ku ndodhen aktualisht forcat izraelite. Por këto territoret të kuqe që shihni këtu, këto janë territoret të banuara me druz dhe këta druzët janë në ndikimin e Izraelit totalisht. Gjithë ky territori tjetër që shihni këtu, ky territori tjetër është territori kontrolluar nga qeveria e Ahmed al-Sharës. Po, si zotërisë, këto të vogla që shihni janë ato pjesë të ISIS-it të cilat nuk janë integruar në ushtrinë e re siriane. Këto me flamuj të zi. Këto me flamuj të zi. Po. Janë ato të ISIS-it. Komplet kjo pjesa këtu që shihni, kjo pjesa këtu është pjesa që udhëhiqet nga kurdët. Nga një pjesë e kurdëve, kurse këto që shihni me ngjyrë ku janë flamuj turk janë baza turke dhe pjesë e popullatës turke në Siri. Tash ajo çka është interesante, shihni këtu është prej Damaskut, pra këtu nga Siria, këtu e shihni ky korridori këtu, është korridori David. Po, korridori Davidit. Të cilën duan ta ngrehin dhe ta vendosin izraelitët, por nuk mund ta vendosin këtë korridorin David pa pasur nën kontroll. Pra pa pasur nën kontroll kurdët, pa pasur nën kontroll sunitët. Në këtë aspekt, po pa pasur në kontroll edhe pjesën e kurdëve këtu e cila sulmohet nga turqit. Pra gjithë këto pjesë këtu dhe turqit duan ta shbëjnë këtë Kurdistanin këtu, pra këtë pjesën e kurdëve këtu, të cilët janë në luftë kundër tyre. Dhe kjo është një marrëveshje midis Izraelit dhe turqëve, me ndërmjetësimin e amerikanëve, në mënyrë që ta ndajnë Sirinë dhe të realizohet ky korridori në këtë moment. Pra ky korridori të bëhet, po që ky korridori të realizohet duhet e para të hiqen sanksionet ndaj Sirisë. Duke hequr sanksionet ndaj Sirisë, i jepet ideja e forcimit qeverisë siriane. Normalisht ka një forcim, ka një ngritje ekonomike. Pra të fuqizohet dhe me këtë ngritje ekonomike të gjitha populatat sunite që ndodhen në këtë territor, të mos i bashkohen këtyre pikave të ISIS-it, po,
Pra njësisi të mos gjej terren, duke qenë se tashmë nuk ka sanksione qeveria. Siria duke mos pasur sanksione do të lulëzojë tregtia, do të lulëzojë investimet edhe gjëra të tjera. Ekonomikisht. Do kemi zhvillim ekonomik. Pra duke pasur zhvillim ekonomik, popullatët janë më të interesuara të jenë ndaj zhvillimit ekonomik ndaj paqes sesa të bashkohen këtyre ideologjive të cilat në kohë kaosi dhe në kohë sanksionesh përfitojnë dhe marrin njerëz. Por që të kalojnë në korridorin e kurdëve, duhet që kjo pjesë e kurdëve të mos jetë në gjendje lufte, pra të mos jetë në gjendje lufte me Turqinë. Po. Dhe për këtë arsye është rënë dakord me ndërinë amerikanëve që kurdët e kësaj të integrohen në ushtrinë siriane, pra të mos zhbëhen ushtarakisht, po të integrohen ashtu siç janë. Në ushtrinë siriane? Në ushtrinë siriane. Dhe gjithë këto pjesa këtej të mbetet nën kontrollin e turqëve dhe turqët të vinë në kontroll deri në qytetin e Djelerzorit. Qërimi i turqëve është që gjithë kjo pjesa këtej të turqizohet. Pra aktualisht në Turqi influencën turke. Të turqizohet totalisht, pra turqit ka dy rryma, është njëra rrymë në Turqi e cila i përket rrymës në ultranacionaliste dhe njëra rrymë i përket rrymës fetare. Rryma fetare kërkon të marrë primatin e sunizmit, duke ndërhyrë në Siri, kurse rryma ultranacionaliste nuk e ka problem çështjen fetare të sunizmit. Ka problem të turqizojë këtë territor. Aktualisht Ministria e Arsimit e Sirisë ka bërë një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit turqe dhe aktualisht të gjitha librat që po prodhohen të historisë të Sirisë po prodhohen në Turqi dhe ato po preken nga ana kulturore dhe historike, pra po tjetërsohet historia e Turqisë në atë çfarë duhet të mësojnë. Historia e Sirisë në atë çfarë duhet të mësojnë, por si librat po prodhohen në Turqi. Dhe kjo marrëveshje midis Izraelit dhe Turqisë do të sjellë këtë menaxhim të ndërmjetëm të Sirisë, pra e cila ndahet një pjesë e kontrollojnë turqit, një pjesë e kontrollojnë izraelitët në pjesën e banuara me druzë me të tjetër, kurse pjesën tjetër që mbetet e kontrollon Al-Shara dhe për këtë arsye është që kjo të ketë garanci është kërkuar kryesisht nga izraelitët që amerikanët përveç këto pikat e amerikanët, këto janë pika baza amerikane. Pra. Janë baza amerikane të gjitha. Është kërkuar që edhe një bazë amerikane të vendoset në Damask në aeroportin ndërkombëtar. Ai kishte Jeruzalem Post se duhet ta kemë aty regjia, po pastaj por nuk ka një përgjigje aktualisht, ka pasur disa tentativa të ushtrisë amerikane, pra duke provuar pistën, duke provuar vendodhjen e pistës, tentativa ulje për të parë se si funksionon, por realisht nuk ka një përgjigje zyrtare nga Pentagoni për hapjen e kësaj baze. Nuk ka një përgjigje zyrtare. Është kërkuar për shëllim dritan? Është kërkuar sepse është e vetmja mënyrë, pra izraelitët kanë kërkuar bazën amerikane në mënyrë që janë amerikanët ta mbajnë Al-Sharën nën kontroll. Ta mbajnë amerikanët, jo turqit apo sauditët apo turqit të njëjtën gjë kërkojnë që të jenë amerikanët që mos të jenë izraelitët. Pra të mos përparojnë izraelitët. Pra amerikanët vendosen aty për të shmangur këtë përplasje midis Turqisë dhe Izraelit. Dhe në kurrizë të Sirisë. Në kurrizë Sirisë e cila do të lulëzojë ekonomikisht dritante. Unë besoj që Siria do të lulëzojë ekonomikisht, do të ketë mundësi, pra nuk do të jetë kjo Siria që është sot, pra do të ketë mundësi të bëhen investime, vendet tjera mund të bëjnë investime, kush ka mundësi, pra kryesisht vendet arabe në rast se do të hyjnë për të investuar në këto territore, për ngritjen e disa korridoreve rrugore, për arsye se ju intereson paqja në këtë aspekt të Sirisë, sepse në Siri do kalojë ai korridori që vjen korridori i gazit i cili vjen nga India. Kalon në Siri dhe që kjo të kalojë në Siri, Siria do të jetë e paqëzuar dhe në këtë aspekt amerikanët kanë bërë ftesë edhe turqëve që të marrin pjesë në këtë korridor. Pra në ndërtimin e këtij korridori që do kalojë në Siri. Dhe për këtë arsye edhe turqit kanë pranuar dhe kanë kërkuar, pra aktualisht të gjithë janë duke luftuar aty për interesat e tyre. Dakor. Po kjo baza ushtarake po thua po bëhet për të shmangur konfliktin Turqi-Izrael. Ishte ajror, bëri përshtypje që ishte bazë ushtarake ajrore. Baza vendoset në aeroportin ndërkombëtar të Sirisë, pra një pjesë ka qenë fundi i saj ka qenë një bazë ushtarake siriane dhe ajo mund t'i kalojë Shtëpisht Amerikës, pra një prezencë ushtarake amerikane në kryeqytetin e Sirisë, cila baza është vetëm diku rreth 4.5 kilometra larg pallatit presidencial. Pra nuk është më larg, 4.5 kilometra nga pallati presidencial, pra e mban totalisht nën kontroll. Dhe prezenca amerikane në qytetin e Damaskut, pra në këtë qytet forcon edhe pozitat e izraelitëve dhe turqëve në Siri, e cila shmang totalisht përballjen e tyre. Ndërkohë, po rusët dritanë se kishte dalë një lajm një ish shefi i Mossadit, i cili deklaronte se me lejen e Vladimir Putin izraelitët janë lejuar për të goditur objektivat e tyre. Po, është publikuar një libër i shefit Mossadit, i cili deklaron që po janë goditur janë goditur kryesisht objektiva iraniane, pra rrugët e kalimit në Siri të materialeve
të ndryshme ushtarake që iranianët ja japin Hezbollahut, por ama ajo çfarë mbetet pa thënë në këtë aspekt është e vërtetë që ka pasur një marrëveshje për arsye se avionet izraelit nuk mund të hynin në hapësirën ajrore siriane pa miratimin e rusëve, për arsye se aty ka ndodheshin S-300 dhe S-400, pra në çdo moment duhej miratimi i Rusisë për të hyrë në këtë territor. Është bërë, por ajo çfarë ka ndodhur, çfarë nuk tregohet në këtë është ata kanë goditur objektiva për të cilat rusët nuk kanë pasur dieni që iranianët kanë qenë duke transportuar. Pra iranianët e përdornin territorin e Sirisë për të transportuar mjete ushtarake edhe ndihma për Hezbollahun, për nevojat e Hezbollahut. Por aty ku iranianët e përdornin këtë territor pa miratimin ose pa dijenin e rusëve dhe rusët vinë jo, aty ku shkonte pa miratimin e rusëve, atëherë rusët lejonin bombardimin nga ana e izraelitëve. Aty ku shkonin me miratimin e rusëve, rusët nuk e lejonin bombardimin e qartë. Eksaj, pra, është një situatë e cila ka qenë win-win për të gjitha palët, pra rusët për treguar iranianëve që juve këtu funksiononi për shkak se neve lejojmë, pra s'mund bëni pa neve, po edhe izraelitët ju e shihni që pa neve prap juve nuk mund të funksiononi në këtë territor. Pra leja gjithnjë. Pra kjo është ajo çështja e aleancave dhe jo partneriteteve. Për këtë arsye, fuqitë e mëdha kanë gjithnjë aleat, po nuk kanë partner. Dakor, e qartë. Po jo, flas tani në këtë, le të themi, rikonfigurimin e ri, se duhet thënë që Trump, kur fliste përballë Ahmed el-Sharës, foli për një plan të ri për lindjen e mesme, ku sigurisht është normalizimi i marrëdhënieve i Sirisë me Izraelin, ku Ahmed al-Shara ka vënë sikush, dhe këtë e kemi te Jerusalem Post i regjia, nëse është e mundur, ka vënë lartësitë Golan si kusht. Unë nuk besoj që si e vlerëson ti vëj lartësitë Golan. Jo, është tjetra, besoj. Se kjo është për bazën në Gaza. Unë nuk besoj që kjo do të ndodhi. Ja ku është. Është gati që të bashkohet me akordet abrahamike dhe Trump mund të jetë ai që të realizojë negociatat për ta bërë, por i ka thënë Fox Newsit që një nga çështjet që ka bllokuar bisedimet është pushtimi që Izraeli i ka bërë lartësive Golan. Po, pushtimi që Izraeli ka bërë, Izraeli nuk do të lëshojë lartësitë Golan, sepse ato janë aktualisht në konfigurimin që ndodhet, janë jetike për Izraelin, pra po ta shohim nga ana e Izraelit, është lartësia më e madhe e cila dominon gjithë territorin e Izraelit, po edhe pjesën e Libanit. Dhe aktualisht duke qenë se Izraeli është një luftë me Hezbollahun dhe është një luftë cilën për momentin është në një armë pushim, pra një luftë e cila do të zhvillohet në të ardhmen sërish, i duhen patjetër lartësinë Golan për të kontrolluar këtë territor dhe në rast se do të lëshonte këto lartësi Golan, atëherë do të ishte një humbje strategjike në aspektin ushtarak për Izraelin dhe nuk besoj që do të ndodhi kjo. Tentativa që al-Shara e bën këtë, bën për dy arsye. Para për treguar popullit sirian që neve dhe për treguar pjesës arabe, popullatave arabe që shikon neve nuk merremi vesh me Izraelin, sepse është kjo, pra është një lloj mënyre. Kjo e ka bllokuar. Unë nuk mendoj që ka bllokuar. Unë nuk besoj që ka bllokuar negociatat për arsye se ministri i jashtëm i Sirisë edhe njerëz të ngushtë tjerë janë ulur disa herë me qeveritarë të ndryshëm të Izraelit, pra bisedimet kanë vazhduar. Ndoshta kjo mund të mos sjellë nesër një nënshkrim të diçkaje, por ama bisedimet kanë vazhduar, nuk kanë ndaluar asnjë bisedim. Unë mendoj që kjo bëhet për çështje propagande, për të mbuluar mentalitetin dhe për të mbuluar protestat në Siri dhe diku tjetër që Siria u bë pjesë, pra u nënshtrua Izraelit, pra ne nuk i nënshtrojmë Izraelit dhe nuk kërkojmë të hyjmë në akordet Abrahams, po qëse nuk kthehen lartësitë Golan, por futja e Sirisë në akordet Abrahams ose nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, për arsye se Siria në konfigurimin që është dhe në atë konfigurimin që pretendojnë ta fusin pra ta ndajnë midis monitorimit dhe menaxhimit amerikan turko-izraelit, nuk përbën ndonjë problem për i firmosë apo nuk i firmosim akordet abrahamike. Siria aktualisht. Plus që ka edhe një gjë që Siria aktualisht për investime është e varur tashmë nga vendet arabe, pra në rast se nesër akordet abrahamike do të firmosen nga Saudia. Unë jam i bindur që Siria do të jetë menjëherë do të firmosë edhe ajo akordet abrahamike për arsye se varet për financa nga vende si Saudia, Emiratet, Katari. Po, ndërkohë bashkë me Ahmed Sharën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkuar edhe Hakan Fidan dritan. Si e lexon rolin e Turqisë, sepse në terma të thjeshtë komentohet që është Erdogani negociatori kryesor. U kemi edhe foton dritan. Nuk është Erdogani negociatori kryesor, pra ajo çfarë ka ndodhur është ndërhyrja izraelito-turke, pra edhe izraelitët edhe turqit të dy kanë qenë në një mendim dhe kjo tregon që izraelitët dhe turqit kanë takime të fshehta midis njëri tjetrit,
takimet për cilat Erdoani nuk dëshiron që të merren vesh, sepse ndikon totalisht në atë gjoja pro-palestinizmin e tij, por që gjatë gjithë kohës ka pasur marrëdhënie të ngushta me Izraelin dhe me qeverinë izraelite, është dhe një deklarate e Shtëpisë Bardhë e hedh poshtë komplet këtë çështje duke thënë që për shkak të ndërhyrjes izraelito-turke u arrit kjo punë. Pra, ndërhyrja ka qenë e përbashkët izraelito-turke. Pra, domethënë që kemi pasur një marrëveshje midis izraelitëve dhe turqëve, që të arrish një marrëveshje domethënë që ti të bësh bisedime. Pra, ke pasur bisedime, ndërkohë që turqit mohojnë çdo lloj kontakti me izraelitët. Por ama deklarata e Shtëpisë Bardhë hedh poshtë automatikisht këtë deklaratë turqe. Ama ka një urdhër arrest, Dritan. Urdhër arresti Turqia ka nxjerrë urdhër arrest për Netanyahu dhe disa zyrtarë tjerë të e kam aty regjia urdhër arrestin në një foto, nëse është e mundur. Pra, si e vlerëson, domethënë edhe pse duket. Ky urdhër arresti i lëshuar nga prokuroria e përgjithshme e Turqisë është një urdhër arrest për të mbuluar atë çfarë po ndodh. Pra, është bërë menjëherë pas deklaratës së Shtëpisë Bardhë që do të pranohet sepse deklarata e Shtëpisë Bardhë është bërë para një jave, kujtoj që javës që vjen thotë në Shtëpinë e Bardhë është i ftuar presidenti i Sirisë dhe kjo është bërë me ndërhyrjen e Izraelit dhe Turqisë. Pra, e përcakton qartësisht kjo deklaratë që Izraeli dhe Turqia kanë bërë marrëveshje dhe atëherë për të mos hapur probleme të brendshme politike, çfarë ka bërë prokuroria e Turqisë, jam i bindur totalisht me urdhër të presidentit, ka lëshuar këtë urdhër arrest për sy e faqe, i cili është një urdhër arrest për arrestimin e ministrit mbrojtjes, kryeministrit, komandantit shtabit përgjithshëm të ushtrisë izraelite, komandantit kufirit të ushtrisë izraelite, dhe kjo është lëshuar për të ndaluar për shkak të veprimeve që ushtria izraelite ka bërë kundër anijeve të asaj flotilës Sumuda që vajti. Për ato bëhet llaf sepse një pjesë atyre anijeve ishin anije turke dhe në tokë ishte edhe shtetas turk. Pra duke qenë se ishin me regjistër turk dhe anijet për këtë është urdhër arresti, pra nuk ka të bëjë me asgjë tjetër. Nuk ka të bëjë me gazën. Jo, nuk ka të bëjë me gazën, nuk ka të bëjë fare. Jo, nuk ka të bëjë, e përcakton qartësisht tu se për çfarë është. Ja ku thot Sumud flotila. Ja ku e keni. Po. Pra është vetëm për shkak të kësaj flotilës, për shkak se një pjesë e anijeve në këtë flotilë ishin anije me regjistër turk dhe të nisur nga portet e Turqisë. Dhe për këtë arsye duke qenë se ndërhyrja izraelite ka qenë në ujëra ndërkombëtare ndaj këtyre anijeve, ka shkelur rregulla ndërkombëtare. Po ja kush dhe Gaza aty. Devlet se unë nuk e di turqishtën. Pak më poshtë është Gaza. Po, përmendet Gaza për shkak thotë sepse pra, shiko, në të gjithë të duhet përmendet Gaza disa herë, por nuk ka të bëjë realisht me Gaza. Ka të bëjë vetëm me këtë incidentin. Ka të bëjë vetëm me këtë incidentin. Po përmendet Gaza dhe përmendet Gaza thotë që këta kanë bërë këtë në Gaza, këta kanë bërë atë në Gaza, duke qenë se kanë bërë genocidin, duke qenë për të tërhequr opinionin publik në Turqi, sepse ti kur fillon e flet për genocidin izraelit në Gaza, automatikisht ti tërheq vëmendjen e njerëzve dhe thua shiko, shteti im po flet kundër kësaj. Realisht shteti jote nuk po bën asgjë kundër asaj. E qartë. Pra është e gjitha një mashtrim mediatik dhe politik që Erdoani ka vendosur të bëjë për të mbuluar bashkëpunimin ndërmjet Izraelit dhe Turqisë. Pra nuk kemi të bëjmë, ndërkohë Dritan është folur për një plan, gjithsesi më mirë diskutojmë pak më vonë se do shkojmë tek plani Trump, do shkojmë tek çështja me Iranin, po për sa i përket bazave ushtarake nuk është vetëm kjo, le të themi, që do ndërtohet në Damas. Ka dhe regjia duhet ta kemë ato, ishte e para që vendose. Shtetet Bashkuara të Amerikës po konsiderojnë plane për ndërtuar një bazë ushtarake edhe në kufirin midis Izraelit dhe Gazës. Këtë raporton Shomrim. Pra, si e vlerëson këtë moment se sikur nuk është se e kemi dëgjuar më parë një vendim të tillë të administratës Trump. Është vërtet që nuk e kemi dëgjuar. Por është diçka që ekziston dhe ka ekzistuar që më parë. Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht kanë një bazë ushtarake në kufi me Gazën, është baza 512, është një bazë sekrete ushtarake, e cila përdoret edhe për të komanduar të gjitha raketat THAAD që ndodhen pra sistemin e mbrojtjes THAAD që ndodhen në Izrael, po edhe për çështje zbulimi. Është bazë sekrete e ushtrisë amerikane, e vendosur aty që para 15 viteve, është direkt në kufirin me Gazën. Dhe këtë bazë tashmë kanë vendosur ta bëjnë publike dhe edhe ta zgjerojnë, për shkak se duan ta zgjerojnë, të pretendojnë vendosin aty forcat amerikane, të cilat do të monitorojnë armëpushimin në Gaza. Dhe duke qenë pra do të vendosen trupa amerikane për të monitoruar armëpushimin në Gaza. Aktualisht në këtë bazën 512 që është bazë sekrete,
Këtë numër ka baza 512 në Izrael, janë diku të rreth midis 300 dhe 450 forca amerikane. Në këtë aktualisht më pretendohet që këto forca amerikane të shkojnë deri në 2000 forca dhe për këtë arsye baza duhet zgjeruar. Por me zgjerimin e bazës normalisht që bien sy dhe atëherë ti duhet ta bësh të publike. Dhe thotë që ne do ndërtojmë, ndërkohë që bazën e kanë vetëm duhet zgjerojnë. Dakor, po nga pikpamja, le të themi politike, ky është një mesazh, është një garanci. Jo, nuk është asnjë mesazh, asnjë garanci. Palët në atë rajon, siç ishte fjala vjen në Siri. Jo, nuk është as mesazh as garanci për palët në atë rajon, për arsye se baza që ka qenë, pra është një bazë aktuale, kjo bazë aktuale ka vepruar në ndihmë të ushtrisë izraelite gjatë gjithë genocidit të bërë, pra ka qenë pjesëmarrëse në genocid, sepse është bazë zbulimi ushtarake dhe ka menaxhuar të gjithë dronët amerikan që fluturonin mbi Gaza gjatë gjithë këtyre 2 viteve. Dakor. Pra, nuk ka asnjë lloj garancie për Gazën, rolin e ri që po merr. Nuk ka asnjë lloj garancie as për Gazën as për palestinezët. Është vetëm garanci për Izraelin. Në çdo lloj vendosje këtyre forcave jep garanci forcave izraelite që ato të arrijnë qëllimin e tyre, pra, të arrijnë kolonizimin e Gazës, të arrijnë marrjen e gjysmës Gazës, cilën e kanë marrë, ta marrin në kontroll totalisht dhe me ndihmën e amerikanëve dhe çdo lloj force tjetër të arrijnë të identifikojnë bazat dhe njerëzit e Hamasit dhe më pas t'i vrasin ata. Dhe amerikanët nuk do lëvizin gishtin për arsye se do thonë që Izraeli po godet një organizatë terroriste. Ashtu siç po ndodh në Liban me Hezbollahun, kur Izraeli e thyen në armbushimin dhe godet pikat e Hezbollahut ose njerëz të Hezbollahut, amerikanët thonë që është duke goditur një organizatë terroriste. Në këtë pikë jemi. Pra nuk kemi të bëjmë me një lajm të mirë që amerikanët po futen në Gaza për të mbikëqyrur dhe për të garantuar ecurinë e armpushimit. Për mua ajo është bazë e vjetër, por po bëhet publike. Ndërkohë, Dritan, këtë le të themi përplasjen midis Turqisë dhe Izraelit për faktin që Turqia dëshiron të dërgojë trupa në Gaza dhe Izraeli e refuzon në mënyrë shumë të vendosur këtë gjë. Ndërkohë, Trump është një njeri dhe e ka shpallur që është një mbështetës dhe një nga admiruesit e presidentit Erdogan dhe mendoj që lobon që ushtria turke, sepse ishin turqit ata që në një farë mënyrë që negociuan, mbajtën një peshë shumë të rëndësishme për sa i përket arritjes së këtij armpushimi. Si mendon se do zgjidhet kjo? Unë nuk mendoj që turqit duhet të dërgojnë në Gaza rreth 2000 forca. Nuk mendoj që do arrin të dërgojnë rreth 2000 forca, në fund e gjithë kjo po bëhet një luftë që edhe izraelitët e dinë që në ndërhyrjen e amerikanëve turqit do arrin të dërgojnë disa forca, por ky 2000 forci do përmbledhet në 20 forca, pra mund të dërgojnë vetëm 20 monitorues ushtarak, por jo 2000 forca ushtarake. Nuk do të pranonte asnjëherë Izraeli një gjë të tillë të forcave turke atje për shumë arsye, por për arsye kryesore është rivendosja e forcave turke. Turqit do ta shihnin si një rivendosje të fuqisë të tyre perandorake, pra e kam thënë edhe një herë tjetër, rikthimi i perandorisë osmane në Gaza dhe në Palestinë. Pra kjo është gjithë qëllimi dhe nuk besoj që izraelitët e pranojnë këtë, por me ndërhyrjen e amerikanëve një grup i vogël monitorimi ushtarakësh nuk përjashtohet që pra bëhet një luftë e madhe nga të dyja palët në mënyrë që të pranohet dhe një grup i vogël të justifikohet. Pra edhe izraelitët ta justifikojnë këtë te qytetarët e tyre, po edhe Erdogani ta justifikojë këtë te qytetarët e tij. Okej, pra jemi te çështja e mbajtjes së ekuilibrave të brendshëm. Ndërkohë, Dritan u fol për një plan të Trump për lindjen e mesme, ku Ahmed Shara do kishte pozicionin e tij, cili është pozicioni i Iranit, sepse sipas New York Timesit, duhet ta kem tasolla tani së fundmi regjia foton, cili është, le të themi, pozicioni i Iranit, sepse sipas New York Timesit, po nga që s'ka negociata, Irani e ka ruajtur materialin nuklear, të gjithë i tremben një lufte të re që duket e pashmangshme, sepse Irani, edhe sipas bisedës që bëm herë në fundit, Irani mbetet, le të themi, një nga pengesat më të mëdha për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shkuar në atë projektin drejt zemrës tokës që folëm herë në fundit. Shkrimi i New York Times është një shkrim, është në vazhdim të shkrimeve që pothuajse një seri gazetash tjera amerikane dhe perëndimore kanë marrë për të bindur opinionin publik se Irani është duke shkuar drejt
riarmatosjes, është duke shkuar drejt prodhimit të bombës atomike, është duke shkuar drejt përdorimit të atij materialit radioaktiv nuklear, cilin e posedon 400 kg me 400 kg diet, 60%. pra ato diet që kanë qenë nuk është se i ka bërë sot, pra ai 60% që diet është i monitoruar nga Agjencia Ndërkombëtare e Atomike e Kombeve të Bashkuara. Dakor. Ka një deklaratë asaj që Irani ka pasur 400 kg me 60%. Deri tash nuk ka asnjë fakt tjetër ose një provë tjetër që të vërtetoj këtë që thonë New York Times e gjitha tjera se Irani po bën po ripordor këtë material dhe po e rrit kapacitetin e saj, pra nga 60, pra nuk ka asnjë sepse askush nuk ka vajtur ta shohë dhe askush nuk ka asnjë monitorim të jashtëm. Po për çfarë? Kjo bëhet për të justifikuar për të justifikuar këto sanksionet që janë vënë dhe që janë të jashtëligjshme, për arsye se afati i sanksioneve ka mbaruar në fund të tetorit. Dakor. Dhe bëhet për të justifikuar një sulm të ri të Izraelit dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit. Pra për të ngritur opinionin që ka një plan për një sulm të ri, një plan për një sulm të ri ndaj Iranit, por kjo duhet justifikuar në aspektin më përpara duhet ngritur opinioni. Pra që Irani është duke bërë këtë armatose. Në rast Irani armatoset e Iranit nuk cënon armatosjes e Iranit me raketa të reja. Me shtim raketash. Po kush është e vërteta dritan e këtij sulmi nëse do bëhet, nëse nuk është, le të themi, nuk ka asnjë të vërtetë, kjo është shumë e thjeshtë. Sulmi do realizohet, por duhet ngritur opinioni publik që neve mbritëm deri në pikën se Irani është duke pra gradualisht të mbushet mendja e njerëzve. Opinioni publik që Irani është duke shkuar në rritjen e kapacitetit të tij nukleare. Po pra, dhe për këtë është justifikimi po thua. Por e vërteta kush është? E vërteta është që nuk po ndodh një gjë e tillë. E vërteta e sulmit? Nuk ka të vërtetë të sulmit. Ka një prapasken pse Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qëllimi është që të rrëzojmë qeverinë iraniane dhe atje pretendojnë që të vendosin ndonjë qeveri tjetër kukull e cila t'i bindet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Domethënë, prandaj të pyeta në fillim, si le të themi ç'rol do ketë Irani në këtë planin e ri që Trump foli të paktën në konferencë shtyp bikurishte me Irani është kundërshtari kryesor i këtij plani në aspektin e zgjerimit të Izraelit dhe territorit iranian dhe territorit të tjera. Pra Irani, për sa kohë ekziston Irani, do të ekzistojë Hezbollah, do të ekzistojnë Houthi, do të ekzistojë edhe lufta në Sudan, pra pjesë New York Times i ka drejtë është i pashmangshëm sulmi. Mbase jo për ato arsye. Sulmi është i shmangshëm në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli që ndor nga hegemonia e tyre. Pra në rast se gjithçkush do të lejohet të jetojë në tokën e vet. Ashtu siç ka jetuar në 5000 ca vjet Irani nuk ka sulmuar askënd. Dakor. Jo, flas në këtë planin e ri. Ky nuk është planet amerikane janë Trump për lindjen e mesme. Planet ndash quhet planet Trump, ndash quhet plani Biden është i njëjtë. Ndash quhet planet e tyre janë të njëjta. Planet amerikane vazhdojnë në hegemoninë amerikane, pra që nga George Bushi i vjetri te George Bushi i riu, te Obama, te Clintoni, të gjithë kanë shprehur këto plane në një mënyrë ose në një tjetër. Pra i kanë formuluar në mënyrë ose në një tjetër. Hegemoni nuk e kanë kërkesën për të qenë hegemoni, nuk e kanë të ndaluar dritan. Shiko, nuk është problemi se ne po flasim për diçka të ndaluar nga ana ligjore, ne po flasim për diçka të ndaluar nga ana morale dhe nga koncepti i jetës njerëzore. Pra, çdo lloj hegemonie në këtë aspekt me detyrim për të bërë vasalitet është në kundërshtim me gjithçka çfarë neve shohim dhe propagandohet deri më sot. Pse i themi vasalitet dhe nuk i themi një mundësi për vendet e lindjes mesme që ato të prosperojnë si gjithë vendet e tjera të botës? Po kush ka përse duhet vi una në shtëpinë tënde dhe tregoj se si ti jetosh? Jo, dakor, jo, pse nuk, dakor jam unë. Pra, unë quaj prosperim këtë që bëj una. Kurse atë që bën ti nuk e quaj dhe unë tash i them që ti duhet jetosh siç jetoj unë. Po ti ke kulturën tënde. Ti ke historinë tënde, pra unë duhet ta shuaj kulturën dhe historinë tënde dhe ti të jetosh sipas kulturës dhe historisë ime. Jo, nuk thash unë thjesht po dua të kuptoj. Ky është kolonizimi, pra nuk ka këtu në atë aspekt. A kemi të bëjmë me një, le të themi, hapjet atij rajoni ndaj investimeve? Jo, nuk kanë ndaluar investimet në atë rajon, biles aktualisht investimet më të mëdha janë duke ndodhur tashmë, kryesisht nga Kina dhe nga Rusia. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë treguar që nuk kanë bërë asnjëherë investime në asnjë. Po investon Rusia dhe Kina në atë rajon? Po. Në Iran, po flasim për Iranin. Për Iranin. Po. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë treguar në gjithë historinë e tyre botërore që nuk kanë bërë ndonjë investime në asnjë dhe një vend në cilin kanë hyrë. Ja le të marrim Afganistanin. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndonjë 20 vjet në Afganistan. Më thoni sa kilometra rrugë shtrohen Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa shkolla, sa spitale ndërtuan, çfarë për 20 vjet që mbajnë të pushtuar Afganistanin, çfarë prosperiteti sollën në atë vend? Zero prosperitet në atë vend. Zero. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë sjellë ndonjëherë prosperitet. Askund kur kanë hyrë. Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm kanë marrë
dhe nuk kanë sjellë asgjë. Le të marrim më thjeshtën. Në Republikën e Shqipërisë, për të marrë një vizë amerikane, ti do paguash $250. E more apo se more vizën, ato para nuk kthehen mbrapsht. Dakor, ajo është. Po ky është koncepti. Pra ti vjen këtu për të ndihmuar mua dhe vetëm më merr. Pra në aspektin e ndihmës, duke mbuluar ti vetëm më merr. Pra në rast se ti s'ma jep atë vizën, përse ma merr lekët, atëherë mi kthe lekët mbrapsht. Dakor, po për Shqipërinë kanë qenë bekim. Që këtu fillon, jo për Shqipërinë nuk ka asnjë lloj bekimi në këtë aspekt, se s'ka para asnjë gjë të hajrit. Dritan, ndërkohë shkojmë pak, para se të shkojmë aty, mbetemi tek mundësia e luftës, apo jo? Unë mendoj që se nuk duket në horizont me Izraelin do ta sulmojnë Iranin. Do ta sulmojnë Iranin. Po besoj që do ta sulmojnë Iranin. Kur paga shumë nga prognoza po presin sa të fillojnë protestat në Iran, për arsye se Irani ka një problem me thatësirën, me ujin. Po, e lexova këtë çështje. Ky problem, po ka një problem me thatësirën për shkak se nuk ka rënshime kohë të gjatë. Duke që s'ka rënshime kohë të gjatë, pothuajse ato rezervuare liçenët kanë shkuar drejt Tharis dhe ata ujin tash e kanë bërë me racion. Duke bërë ujin me racion, për energjinë elektrike nuk ka problem, se energjia elektrike është nukleare, pra prodhohet nga reaktor bërthamor, nuk prodhohet nga hidrocentrale. Por është problemi i përdorimit të ujit dhe në momentin që ky ujë do vi duke u racionalizuar. Pra do ta bëjë të vështirë jetën dhe një pjesë e popullatës të detyruar të zhvendoset. Do të evakuojnë kryesore. Absolutisht. Po. Dhe në momentin që këto do ndodhin, atëherë mund të kemi protesta dhe këto protesta në momentin që këto protesta ndodhin, edhe këto protesta fuqizohen në këtë moment mund të vijë edhe ndërhyrja ushtarake, sepse është edhe më lehtë ndërhyrja ushtarake në këtë aspekt, sepse mund të ketë mbështetje të brendshme të cilët duan të rrëzojnë qeverinë për menaxhimin e kësaj. Dhe i kthehemi sërish pyetjes. Nëse ndërhyhet roli i Rusisë dhe Kinës, shikon, nëse ndërhyhet roli i Rusisë dhe Kinës do të jetë vetëm ndihmë ushtarake, pra ndihma të cilës i kanë dhënë dhe japin Rusia dhe Kina nuk do të hyjnë në luftë, pasi Rusia dhe Kina nuk janë partner të Iranit, janë aleat strategjik të Iranit. Duhet të ndajmë dy gjëra, ç'është partneriteti dhe ç'është aleati. Pra partneriteti është ai, siç thua ti, bashkëshortën gjithkush e ka, bashkëshorti dhe bashkëshortja janë partner. Vetë nga fjala partner, pra nder i ndar për gjysmë. Po. Pra kur e ndajmë nderin për gjysmë, të dy sakrifikojmë në të njëjtën gjë. Pavarëse se fjala është në anglisht partner, unë mendoj që po ta bëjmë në shqip këtë fjalë, pra burimi se fjala në shqip, nder, pra nderi ndar për gjysmë. Po. Ky është partneriteti, kur ti ndan nderin për gjysmë dhe për këtë nder jemi të dy të gatshëm të japim jetën, kur cënohet ty ose kur cënohet mua. Ndërsa aleanca është marrëveshje. Është një marrëveshje që ti nënshkruan, ti sot bën aleancë me komshiun që ke majtas, nesër bën aleancë me komshiun që ke lart, pas nesër bën aleancë me komshiun e katit parë. Pra, këto janë aleanca që ti bën për shkak të interesave të tua ekonomike, politike dhe ushtarake. Pra, dhe këto ecën deri në momentin që interesat e tua kombëtare nuk cënohen nga vërmëtaria jote dhe në momentin që ti hyn në një luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast dhe futja ime në këtë luftë me ty do të shkonte drejt cënimit të interesave të mia kombëtare dhe drejt një lufte më të madhe globale, atëherë unë ty të jap vetëm një ndihmë ushtarake për aq sa duhet, por nuk bëhem pjesë në këtë luftë. Prandaj aleati me partnerin kanë dy gjëra ndryshme. Dakor. Këta janë aleat, por nuk janë partner. A do kthehet Rusia dhe Kina për Iranin siç është Europa sot për Ukrainën? Në kuptimin që Rusia dhe Kina për Iranin ta mbështesin politikisht dhe ta furnizojnë. Po janë duke e bërë atë, jo janë kthyer, po janë. Pra, nuk është se a do të kthehen, ata janë aktualisht. Pra Rusia dhe Kina janë duke furnizuar Iranin me teknologji ushtarake, me mjete ushtarake, me njohuri ushtarake, me mbrojtje politike. Para 3 javësh në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e Sigurimit, Rusia dhe Kina paraqitën një mocion për çështjen e sanksioneve ndaj Iranit, duke thënë që sanksionet kanë mbyllur me datë 28 tetor viti që shkoi dhe nuk aplikohet më asnjë sanksion dhe prej këtij momenti kanë filluar i dërgojnë çfarëdo lloj ndihme të mundshme që Irani kërkon për arsye se është për të reaksionet. Për Kinën, sanksionet kanë mbaruar. Për Rusinë dhe Kinën, po bëhet e njëjta gjë që po bën Evropa me Ukrainën. Pra nuk është se a do të bëhet, po është duke u bërë. Është duke u bërë. Absolutisht. Dhe Irani mund të kthehet në një problem nëse është kështu. Unë nuk mendoj që Irani do të kthehet në një problem. Jo, në një problem në arritjen e atij objektivi që tentojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli për mbysjen e regjimit. Absolutisht që në atë aspekt është problem, në aspektin ushtarak, civil, politik është problem. Absolutisht, Shtetet Bashkuara për arritjen e hegemonisë të tyre, pra interesit të tyre për zhbërjen e shtetit të Iranit, normalisht që kjo përbën një problem për ta. Okej. Dritan, ndërkohë kalojmë pak si gjithmonë tek Rusi, Ukrainë. Lajmet që vinë, domethënë nga fronti janë shumë tragjike, ka avancim të madh, ka përplasje të forta midis palëve. Rusia po ecën
drejt Kupianskut me Çlezova, si është situata aktuale në front? Situata aktuale në front është ajo që ka qenë, pra është gjithnjë në favor të Rusisë, vazhdon të jetë në favor të Rusisë, pavarësisht se para sa kohësh ka qenë me ritmet ngadalta, tashmë ritmet janë shtuar për arsye dhe të raportit të forcave. Okej, kjo është e gjë. Raporti i forcave në terren pothuajse ka lëvizur, ka ndryshuar, dhe ushtria ukrainase është duke humbur pra për shkak të kapaciteteve të saj të pamundshme për të bërë zëvendësimin e trupave, për të bërë rekrutimin e nevojshëm që asaj duhet për të mbajtur në linjën e frontit. Raporti i forcave në linjën e frontit ka ndryshuar. Aktualisht raporti i forcave ka qenë deri para një muaji e gjysmë 650.000 forca ukrainase me 700.000 forca ruse, tashmë ka shkuar në 550.000 forca ukrainase me 750.000 forca ruse. Pra, forcat ruse kanë rritur. Jo, kanë qenë ato që janë, po ka rënë niveli i forcave ukrainase. Pra nuk kanë më kapacitet Ukrainat të rekrutojnë, të transformojnë, dhe niveli të rekrutimit të tyre është në nivel shumë i ulët, pra edhe cilësia është zero, sepse nuk ka të bëjë vetëm sasia, ka të bëjë edhe cilësia në këtë aspekt. Plus ka të bëjë edhe fuqia e zjarrit, që ti përdor, fuqia e zjarrit ka rënë, pasi nuk ka të mbështetje që duhet kishte në aspektin e përballjes me një ushtri si të Rusisë aktualisht në fuqinë e zjarrit, dhe fronti varion është një front për 1300 kilometrash, dhe është e pamundur që në këtë front ushtria ukrainase të arrijë ta mbajë frontin në mënyrë lineare të gjithën të paprekur. Pra nuk ekziston me ide. Absolutisht, sepse rusët janë duke ndjekur metodat vjetra të luftës të nxjerra nga metodat sovjetike, por që i kanë përditësuar ato me veprimtarinë e tyre ushtarake, bazuar mbi luftimet e ndodhura në këto 3 vite gjysmë, pothuajse 4 vjet. Dhe kanë fragmentizuar shumë vijën e frontit. Më që ti e fragmentizon vijën e frontit, e bën atë tjetrin të pamundur për ta mbajtur vijën e frontit nga ana ushtarake, për ta plotësuar atë me nevoja ushtarake, me bajoneta, pra me ushtarë, dhe duke qenë se ti e bën këtë të pamundur, atëherë ti lëshon hapësira të mëdha, dhe këto hapësira të mëdha i krijojnë mundësi forcave ruse të hyjnë në territor në thellësi, dhe aktualisht kanë filluar, për shembull, deri vjet rusët sulmonin vetëm një qytet në vit, ndërsa tashmë kanë sulmuar njëkohësisht 5 qytete të fortifikuara, dhe në momentin që i marrin këto 5 qytete të fortifikuara në zonën e Donetskut dhe në zonën e Zaporizhës, nuk ka më zona të fortifikuara nga Donetsku e këtej, pra nga kjo zona këtu. Edhe nga këto zona këtu, prej këtej mbrapa nuk ka më as zona të fortifikuara, nuk ka më as qyteza industriale, nuk ka më as miniera, as gjë me të cilat të luftohet. Është e gjitha vetëm zonë agrikulturore. Pra janë vetëm fusha, të cilat nuk kanë asnjë lloj mbulimi, dhe pas marrjes tyre qyteteve, përparimi forcave ruse është shumë i ka rënë ajo. Absolutisht, pra është e pamundur që ukrainasit ta mbajnë të fronti dhe po shkojnë drejt zhbërjes të ushtrisë, pra drejt atij demilitarizimit. Pra kur ati nuk arrin që për këtë vijën e frontit, pra 1300 kilometra deri atje lart, ti nuk arrin ta mbash vijën e frontit. Dhe ushtria ukrainase tashmë për të mbajtur fronte të caktuara është detyruar që të marrë ushtar nga pjesë të tjera të frontit. Në momentin që merr ushtar nga pjesë të tjera të frontit, atëherë çfarë bëjnë rusët? Menjëherë avancojnë në atë pikë, sepse kanë kapacitete ushtarake. Pokrovski, regjia duhet ta kemë atë të Pokrovskit, se me që e kemi, po e diskutojmë dhe ka histori që ka ardhur, duhet jetë një nga hartat aty, regjia. Çfarë po ndodh? Drejtan kjo është ajo që diskutuam, Pokrovski. Ky është një xhep operativ, cilin është një nivel operativ, pra se numri i forcave të rrethuara këtu është 10.000 forca. Pra 10.000 forca është gati, janë 2 brigada. Pra është gati një divizion, se divizioni fillon prej 12.000 e lart. Dhe divizioni është njësi operative. Për këtë arsye kjo quhet xhep operativ, po ka edhe xhepa taktik. Pra xhepa taktik janë xhepa të vegjël si punë këtij këtu, si punë këtij këtu. Pra këta janë xhepa taktik të futet, sepse këtu maksimumi 1 batalion mund futet. Ndërsa kjo batalion është njësi taktike, kjo është njësi operative. Kemi të bëjmë me një divizion i cili ka rënë në një xhep. Ky është një xhep i krijuar, ka lënë një hapësirë këtu për të kaluar hapësira, pra largësia nga këto pika të gjitha, kjo që shihni me ngjyrë të verdhë, me ngjyrë të kuq janë forcat ruse, këtu janë forcat Ukrainës, i përket Ukrainës. Dhe është lënë kjo hapësira në kundërshtim taktikat e vjetra sovjetike përcaktonin që të merret çdo gjë me anë të rrethimit. Dhe po të shohim në historinë e luftës dytë botërore, edhe Stalingradin, edhe qytetet e tjera, edhe rrethimet e tjera që ndodhen në Ukrainë, ka ndodhur me anë të rrethimeve. Po në teknologjinë ushtarake, në historinë ushtarake ruse, rrethimi ndodhej plot, pra 100%, pra mbyllej rrethim. Kurse rusët çka kanë bërë? Kanë avancuar në këtë aspekt dhe nuk e mbyllin 100% rrethin, sepse ti ta mbyllësh 100% rrethin, atëherë humbjet edhe për ty janë shumë të rrezikshme, janë shumë të mëdha, pra se forcat që janë këtu brenda. Do të sulmojnë për të gjetur pikën më të dobët për të dalë.
por në rast se ti e lë pa kthesin hapur. Grupin e kthesit hapur të gjithë nuk sulmojnë më, por do mendoj se nuk janë totalisht në rrethim, po janë në gjysmë rrethimi dhe do tentojnë të largohen. Atëherë gjithë kjo hapësira e largimit tu është nën zjarrin e ushtrisë ukraine e ushtrisë ruse. Pra, dhe derisa ti ta kuptosh të në momentin e rrethimit, pra çështja psikologjike ndikon shumë. Po. Atëherë ti je përgjysmuar me forca dhe nuk ke më kapacitetet ti rezistosh ti rrethimi dhe ose je i detyruar pastaj të fragmentizohesh në grupe të vogla të cilat nuk kanë më asnjë lloj efekti ndaj këtij rrethimi, ose i detyruar të dorëzohesh. Gjithsesi rezistenca është e madhe drita, nëse ka, domethënë, kohë që diskutojmë Pokrovski. Rezistenca është e madhe. Problemi është që këtu nuk bëhet më llaf për rezistencë. Pra, nuk bëhet më llaf për çarje të rrethimit ose për gjë tjetër. Bëhet llaf për ekzistencë, për mbijetesë të tyre që janë brenda. Pra, një pjesë dorëzohen, një pjesë mendojnë se mund të dalin dhe tentojnë të çajnë dhe të luftojnë ata që kanë mbetur në rrethim, por e gjitha ka ardhur për faj dhe gabim të shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, e cila e ka dhënë me vonesë urdhrin për tërheqje. E qartë. Ndërkohë edhe në Kupiansk dritan pash, regjia atë hartën që ishte më përpara nëse është e mundur, pavarësisht se kjo është një hartë që nuk e reflekton të vërtetën e asaj që është aty. Ja, ajo zona me vjollë, si ishte pak a shumë zona e Kupianskit me që më kujtohet. Edhe atje ka një avancim. Shikoni, po të shumë në shihni se i kanë dalë rusët, shihni këtë fragmentizimin që ndodh. I gjithë ky fragmentizimi. Këto krijojnë xhepa të vegjël, pra xhepa taktik. E njëjta gjë ndodh edhe këtu. Këtu si fragmentizimi është më i madh, po. Ky fragmentizim është më madh kur vijnë këto dhe kave pastaj vinë edhe mbyllen. E qartë. Vinë pillen mbyllen. Kupiansku është diku këtej. Dhe ky Kupiansku që është këtu, pra këtu më ndodhi sërish ajo që po ndodh në Pokrovsk më ndodhi edhe në Kupiansk. Pra ky është taktika, kjo është taktika që rusët janë duke bërë tashmë në këtë fund të vitit të tretë luftës. Po, avancimi duket shumë i madh në raport me çfarë ka ndodhur deri tani. Avancimi ecën në bazë të demilitarizimit, pra në bazë të asgjësimit të forcave ukrainase, nuk ecën mbi bazën e marrjes territorit. Nuk ka të bëjë me një vendim pas dështimit, le të themi, të idesë për një takim të Trump Putin në Budapest. Pas dështimit të kësaj. Jo, nuk ka të bëjë me atë, është një ecje e ngadaltë e programuar e shtabit përgjithshëm të ushtrisë ruse. Pra ti nuk mund të bësh ndërhyrje në këtë aspekt, ndërhyrje të këtij niveli strategjik. Ska të bëjë me një mesazh politik që Putini po jep botës me idenë që uluni. Mesazhi politik nuk ka të bëjë me funksionimin, me lëvizjen e forcave trupe, pra me rrethimin e forcave ukrainase dhe me ecjen në front. Kjo është krejt ka ndodhur mesazhi politik ka të bëjë me goditjet që 2 ditë e fundit Rusia i ka bërë të gjithë rrjetit elektrik të Ukrainës, ishte në errësirë plot. Falenderoj që kjo është mesazhi politik që po jep Evropës në momentin që Evropa po bëhet gati, thotë që ne mund të ndërhyjmë me forca, ai po jep të kuptoj Evropës që në momentin që u ndërhyni. Pra unë kam kapacitet të tilla siç e godita, siç e errësova Ukrainën, mund ta errësoj edhe Evropën dhe nuk kemë kapacitete për të lëvizur këto trupa. Sepse heqja e energjisë elektrike ka bërë të pamundur lëvizjen e trupave dhe gjithë industrinë. Po ishte në terrë gjitha, harta ishte e zezë. Ajo është një goditje edhe politike dhe është mesazh politik për Evropën. Kurse lëvizja e forcave në terren nuk ka të bëjë me mesazhin politik, sepse është një strategji e përdorur nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ruse dhe është strategji e programuar, pa nuk mund ta bësh strategjinë e madhe, lëvizjen strategjike ti nuk mund t'i bësh sot për nesër. Dritan, pash në Pokrovsk apo në Kupiansk tani gaboj nëse ta them, por më bëri përshtypje që ushtarët lëvizin me motocikleta. Po, kjo është një taktikë e re e bërë nga të dyja palët. Nga të dyja palët. Sepse lëvizin me motocikleta. Në këtë luftën e re që po ndodh, në këtë luftën moderne që po ndodh, kemi qielli komparativ për 1 kilometër katror, ti mund të kesh më shumë dron në 1 kilometër katror se sa ka ushtar. Pra sasia e dronëve për 1 kilometër katror është më e madhe se sa numri i ushtarëve që ndodhen për 1 kilometër katror. Dhe këta dronë ndajnë në 3 njësi, në 3 formë. Ndajnë tron të mëdhenj, tron të mesëm dhe dron të vegjël. Dronët e mëdhenj janë ata që monitorojnë territorin në thellësi, pra bëjnë zbulimin strategjik ku ndodhen forcat dhe të vendosura dhe pikat e armikut. Dronët e mesëm bëjnë atë koordinimin e zjarrit të forcave të tua, pra koordinimin e zjarrit të artillerisë, të tankeve, të aviacionit për goditur këto zona, dhe dronët e vegjël, të cilët janë ata FVB, janë dronë kamikaz dhe dronë të cilët përdoren për goditje të objektivave. Dhe duke qenë se ti ke këta 3 dronë, ti nuk mund të grumbullosh njerëz në çdo pikë të kontrollit, nuk mund të vësh njerëz me sasira të mëdha.
E qartë. Sepse zbulohen nga dronet dhe automatikisht janë objekti goditjes nga ana e artillerisë të armikut ose nga ana e dronëve të armikut. Dhe për këtë arsye ti je detyruar që një tokë, për shembull, për 21 veta është ndan në 2 grupe dhe këto 2 grupe ndan në 2 skuadra dhe këto 2 skuadra ndahen secila në grupe me nga 2 ose nga 3 veta. Kryesisht me motocikleta elektrike për arsye se nuk bëjnë zhurmë, pra nuk e ndjen zhurmën armiku. Motocikleta elektrike. Dhe këta lëshohen me këto motocikleta duke u drejtuar pra nga dronët e mëdhenj dhe nga dronët e mesëm, të cilët japin koordinimin se nga duhet kalojnë, ku duhet kalojnë, sepse ku ka forca, ku s'ka forca, pra gjatë gjithë kohës. Janë të lidhur me kanë tableta ku i tregohet rruga, pra njësoj si ta tregon GPS-i edhe atyre kanë sistemin e tyre që ju tregon nga duhet të ikin. Dhe të shkojnë deri në pikën ku mund të kalojnë në shtëpinë të armikut ose mund të afrohen dhe të godasin armikun në shumë kollaj. Dhe të gjithë furnizimet që ata ju kanë nevojshme, pra furnizimet me armatim, furnizimet me ushqime, furnizimet me municione, të gjitha ju vinë me dron nga mbrapa, pra nuk merr me ushtari, sepse po të marrë gjithë ato i bën 40 kg, po edhe droni edhe motori nuk ecën dot më shpejt. Pra ushtari ka vetëm automatikun në këtë moment në krah dhe lëshohet me motor. Dhe gjithë ndihma autoshtarake i vjen me anë të dronëve të mëdhenj. Pra pasi e merr territorin, interesant, se unë prisje të shikoja tanke në fakt. Jo, tanket aktualisht janë, por tanket në këtë moment lëvizin në një rend të dytë. Në momentin që për shembull rusët lëvizin me këto motocikletë, në moment që e marrin pikën e kontrolluar nga atëherë në moment vjen një pjesë e këmbësorisë, pra vjen skuadra e dytë, e cila është skuadra mbështetëse zjarri, pas skuadrës mbështetëse zjarrit vjen skuadra e cila duhet ta monitorojë dhe ta kontrollojë territorin, pra të pastrojë territorin dhe ta mbajnë në kontroll të ty, dhe pastaj vjen mjetet e motorizuara dhe të blinduara. Por në këtë kohë që ti godet, që ti vazhdon ecjen, atëherë këto mjetet të motorizuara dhe blinduara përdoren si fuqi zjarri, mbështetje zjarri, bashku me njësinë e cila vjen si mbështetëse zjarri. Dhe aktualisht tanket janë duke përdorur si mbështetëse zjarri fikse, për arsye se tanket mund godasin, pra e lëshojnë predhën deri në 10-15 kilometra. Dhe tanket po përdoren tashmë po jo si autokolona si goditje me tanke, po përdoren si mbështetëse zjarri fikse. Dhe për këtë arsye rusët kanë nxjerr nga magazinat e tyre të gjitha tanket e vjetra, të 54, të 72 të vjetra, sepse si tanku i vjetër, si tanku i ri, mbështetjen me zjarre bën njësoj. Por ama kur ti e humb një tank të vjetër, nuk ka të njëjtën vlerë si një tank të ri. Prandaj pothuajse në gjithë vijin e frontit aktualisht po shifen shumë tanke të vjetër rus, për arsye se ata nuk po përdoren më për sulme kundër tankeve ose kundër cilët do tank të ri, sepse po përdoren thjesht si mbështetëse zjarri për një 10-15 km, 5 km dhe për zjarr direkt. Pra për këtë arsye kam parë shumë tanke ruse që kanë përfunduar të dëmtuara. Tanku i vjetër bën të njëjtën punë si tanku i ri dhe nuk ka koston e tankut të ri në moment që ti humbet. Mbështetëse zjarri është kjo që tham, domethënë për motor. Pra kur ti lëshohesh me motor përpara se të mbrish në një pikë, pra është përcaktuar zona, pra. Neve jemi këtu. Jo, e qartë. Ja, po ta shpjegoj këtu. E zëm se kjo pika është një pikë e forcave ukrainase. Po. Dhe tashmë ti e ke përcaktuar këtë. Atëherë në momentin që ti lëshohesh nga këtu për të vajtur këtu, kjo pika mbahet totalisht nën goditjen me zjarr dhe kjo nën goditjen me zjarr quhet killing zone. Po. Pra zona e vrasjes. Dhe këtu përdoren artilleria, aviacioni, në rast se do zjarr direkt mund ta bëri edhe në rast se ka hapësirë direkte, pra pamje direkte, me mbulim zjarr direkt e bën tanku. Me mbulim zjarr direkt. Dhe për këtë arsye, deri në momentin që këta afrohen, pasi janë në monitorim të vazhdueshëm nga dronët, deri në momentin që afrohen afër pikës, kjo pikë është gjatë gjithë kohës në rrebeshjen e zjarrit. Dhe në momentin që mbaron rrebeshja e zjarrit dhe ushtari ngre kokën, atëherë ti gjen ushtarin tjetër që të ka drejtuar tytën, sepse ai ka mbritur me një kohë, sepse ti s'ke pasur kohë të kundërpërgjigjesh, s'ke pasur kohë të kontrollosh terrenin, sepse ja gjithë kohës nën presionin e zjarrit. Pra kjo është mbulimi me zjarr që ndodh. Okej, e qartë Dritan, e qartë. Ndërkohë, Dritan, lexova në një shkrim për raketat Flamingo, i kisha lexuar në fakt dhe e kemi diskutuar dhe këtu në emision, po ajo që më bëri përshtypje ishte që në këtë analizë Flamingot pak a shumë barazoheshin, madje ai eksperti që i diskutonte i konsideronte armatimet dhe më të rëndësishme se raketat Tomahawk. Çfarë janë raketat Flamingo? Në rast se do të prodhohen, po. Raketat Flamingo aktualisht ka qelluar të jenë një mashtrim i madh i Zelenskit për nevojat përfitimit personal të tij. Raketat Flamingo ka vetëm një raketë që është prodhuar. Pra, ka vetëm tre prototipe. Një është përdorur, dy nuk janë përdorur. Deri më sot nuk është prodhuar me asnjë lloj rakete. Parashikohet që distanca e saj të jetë 3000 kilometra, është ndërtuar mbi bazën e një rakete angleze. Angreta angleze quhet Millennium, pra ajo që kishit juja, kjo është raketa angleze. FP5 Millennium. Këtë raketë e prodhojnë anglezët, e prodhojnë
prodhojnë diku rreth 50 copë, si kjo po e prodhojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Milanion. Po. Dhe mbi bazën e kësaj rakete, me teknologji angleze, gjithë teknologjinë e komandimit, drejtimit e saj kanë marrë nga kjo raketë ukrainasit dhe i kanë vendosur një motor të një droni të vitit 1960. Droni është Tun-141 dhe Tun-145. Tupolev 141, Tupolev 145 janë dy lloj dronësh të vitit 1960 të prodhuar të Rusisë, por që ndodhen në depot e Ukrainës dhe i është vendosur ky motor, është motor reaktiv. Është një motor reaktiv dhe raketa mund të fluturojë deri në 3000 kilometra. Pra, teorikisht ky motor e fluturonte dronin me 3000 km teorikisht, por praktikisht nuk ka ndodhur asgjë. Problemi i madh i kësaj rakete, pse them është një raketë mashtrim i madh, të cilën edhe tashmë po e nxjerr Zelenski për shkak se duke humbur Kupiansk. Kam një foto tjetër që thot për 3000 kilometra regjia. Po. Tomahawk është i 1500 kilometra, thot, paktën me 2500 kilometra. 2500. Ka dhe 2500 kilometra Tomahawk. Dhe duke qenë se tashmë për humbjet që folen për Kupianskut, për Pokrovskin, për Mirnogradin, për gjithë ato, atëherë çfarë do të heqim vëmendjen nga ato dhe të nxjerrim sikur kemi bërë një shpikë tre, nuk ka asnjë lloj shpikë tre. Kjo raketa është një mashtrim i Zelenskit, është një mashtrim për cilin ka hapur. Kemi atë foton tjetër, regjia, nëse është e mundur, ja ku është, po. Po ja, Dritan, po kjo koka që mban dy fishin e po pikërisht e kokës mund të vendosur deri në 1000 kg. Dy fishin e Tomahawkut, paktën me shflexova tek informacioni, mbase dhe kjo 3000 kilometra është distanca që ajo mund të fluturojë. Para 2 muaj gjysmë, zyra për korrupsion, pra zyra antikorrupsion në Ukrainë, zyrë të cilin donte ta mbyllte Zelenski nëse mbani mend para 6 muajsh, pati probleme, ka hapur një hetim për çështjet e kësaj rakete Flamingo, për arsye se interesante është që këtë raketë Flamingo ka marrë përsipër ta prodhojë ortaku i Zelenskit. Ortaku i Zelenskit është një oligark që quhet Timur Mirdiç. Ky Timur Mirdiç posedon një firmë para luftës, firma kishte emrin Firepoint, dhe kjo ishte firmë që merre vetëm me prodhime mediatike dhe ishte ortak me Zelenskin edhe në kompaninë e Zelenskit Kvartal 95. Dhe tashmë që me fillimin e luftës në Ukrainë, kjo kompani Firepoint e këtij oligarku ortak i Zelenskit në firmën e Zelenskit para luftës, do është duke prodhuar për Ukrainën disa drone për të cilat ka pasur ankesa nga ana e ushtrisë ukrainase se nuk funksionojnë, pra janë jo funksional dronët që ka prodhuar. Dhe aktualisht ka marrë përsipër edhe prodhimin e kësaj rakete, duke kërkuar disa herë para të dhëna, dhe para një muaj kemi edhe prokurorinë e Danimarkës, e cila ka hapur edhe ajo një hetim të mirëfillt për prodhimin e karburantit të kësaj rakete, për arsye se kjo kompani Firepoint kërkonte prodhim karburantesh të kësaj rakete në Danimark, nga shteti i Danimarkës, me shpenzimet e shtetit Danimarkës, dhe pas janë dhënë diku rreth 670 diçka mijë dollar, ato kanë avulluar dhe nuk është danezët nuk kanë parë asnjë prototip të raketës edhe asnjë lloj gjëje. Prandaj edhe kjo që po përdoret është një mashtrim tjetër i Zelenskit për të marrë para, duke qenë se po e shohin që lufta po përfundon dhe atëherë të mbledhin para sa më shumë që të mundemi. Po kjo realisht nuk ka një raketë të tillë, edhe në rast se do të kishte. Kapaciteti i prodhimit të deklaruar nga Zelenski është 5 raketa në muaj, 5 raketa në muaj nuk bëjnë dot asnjë ndryshim në vazhdimsinë e kësaj lufte. Ndërkohë kjo është një harë Dritan paga shumë që ilustron se çfarë mund të bëj Flamingo, ku mund të godasi këto pikat e zeza. Do të kemi gjë që siç thash, edhe në rast se arrit prodhohet, kapaciteti i tyre është 5 në vit. Por me blackoutin që ka shkaktuar Rusia, pra e gjithë industria ukrainase tashmë nuk funksionon më, sepse Rusia ka shkatëruar të gjitha stacionet 750 kW dhe 600 kW, të cilat përdoren për nevoja industriale. Pra komplet prodhimi industrial në Ukrainë ka pushuar se ekzistuari. Edhe trenat që përdorin 600 kW nuk funksionojnë më. Pra as trena nuk lëvizin më në Ukrainë. Kështu që është e pamundur që tashmë të prodhohen këto raketa dhe të avancosh këtë projekt të prodhimit të tyre raketave. Po siç e thash, edhe më përpara, edhe para 4 muajsh kur bëri deklaratën e parë, Zelenski tha që 5 copësh kapaciteti në muaj. Pra 5 copë në muaj nuk dëshon asgjë, mund të përdoren për çështje propagandiste, pra të tentosh të godasësh Kievin ose të tentosh të godasësh diçka tjetër. Moskën, po atë Moskën, më falni, të godasësh Moskën ose ndonjë objekt tjetër të rëndësishëm. Mundet që me këtë raketë Dritan sa shpejtësia, jo, shpejtësia e raketës është 800 km/h, është raketë cruise, pra lëviz ngadalë. Ajo duhet lëvizi në lartësinë 4 deri 5 km mbi lartësinë e tokës, pra nuk mund të shkojë më pesh, pra nuk funksionon si Tomahawku.
ka është e vërtet që mund marri peshk në kilogram në kokën e saj 1100, pra më shumë se sa mban Tomahawku në aspektin e kokës eksplozive. Por ama Tomahawku lëviz në 200 metra mbi tokë dhe i shmanget radarëve. Kurse kjo nuk e ka këtë kapacitet. 200 metra mbi tokë? Po, 200 metra mbi tokë dhe i shmanget radarëve, lëviz në mënyra të ndryshme, pra lëviz majta djaze komandohet. Kurse kjo ka një trajektore të njëtrajshme, pra është raketë kruse, e cila lëshohet në këndin 60 gradë dhe trajektoria e saj është e njëtrajshme, pra nuk lëviz majtas djathas, nuk shkon poshtë lart. Është e përcaktuar si trajektore dhe për çdo lloj gjëje që ka trajektorë të përcaktuar. Është gjë më thjesht për çdo lloj mbrojtje kundërajrore të çfarëdo lloj niveli që ta godasi këtë raketë, pasi edhe shpejtësia është 800 km/h, pra është subsonike, është nën shpejtësinë e zërit. Pra nuk ka me këtë raketë është siç thash një lloj propagande për të rrequr vëmendjen nga dështimet e mëdha që po ndodhin në frontin Ukrainas dhe edhe mënyrë tjetër për përfitimi për Zelenskin dhe ortakun e tij Timur Mirdiç. Dritan, një të fundit besoj i kemi 3-4 minuta me Lavrovin, çfarë po ndodh, nëse ke informacion, sikur spekulohet dhe qarkullojnë lajme që është zhdukur nga... Lavrovi nuk ka asnjë gjë, nuk është zhdukur. Megjithatë kjo është një tentativë e mediave perëndimore për të krijuar atë idenë se në Rusi ka probleme dhe sot ose nesër do të rrëzohet pushteti i Putinit dhe Lavrovi është ai që dorëzoi pushtetin e Putinit, pra janë të njëjtat prralla, të cilat ky perëndimi ka që 3 vjet e gjysmë, gati 4 vjet ka nisur lufta që i shet se dorëzohet pushteti. Narrativa që Lavrovi që Lavrovi dhe Putini nuk i kanë punën mirë me njëri tjetrin ashtu, sepse nuk janë parë bashkë në një konferencë për cilën e cila u bë, por aspekti qëllon në çështjet e sigurisë për shkak të se Ukraina ka mbërritur në një pikë ku tashmë është e dëshpëruar të bërë çdo lloj veprimi. Po. Pasi është në momentet e saj të mbytjes të fundit dhe i mbyturi është i dëshpëruar bën çdo gjë dhe për këtë arsye shërbimi sekret rus para 2 javësh ka lëshuar një memorandum i cili përcakton që udhëheqësit e lartë të shtetit, pra edhe të qeverisë nuk duhet të jenë bashkë për këto takimet, pra përveç mbledhjeve qeveritare, cila është e garantuar territori. Takime siç ishte ky që mori pjesë Putini para një javë, ishte një simpozium nësa mbaj mend dhe duhet ishte i ftuar dhe Lavrovi, por Lavrovi nuk shkoi, ishte për çështje sigurie, pra nuk funksionojnë më në vende të ftuara për shkak të sigurisë. Sepse është ftuar dhe shërbimi sekret rus SVR-ja ishte ajo e cila dënoi që mund të kemi goditje nga Ukraina brenda territorit, pra me vepra terroriste me gjëra që mund të cënojnë kryesinë e shtetit dhe për këtë arsye nuk i shef më bashkë dhe nuk do i shohë më bashkë. Është çështje arsye sigurisë, të cilën organet e larta, pra perëndimi e di shumë mirë, por është duke përdorur për nevojat e veta për të krijuar idenë që këtu kemi një problem të madh në Rusi, siç e shihni ata janë luftë me njëri tjetrin, pra duhet të vazhdojmë ta ndihmojmë Ukrainën se Putini do bjeri Lavrovi, do bjeri Rusia, do bjeri qeveria, pra këto prralla që kanë shitur që 4 vjet dhe kanë marrë njerëzit në qafë. Dritan, e fundit kjo, ndërkohë më bëri përshtypje një lajm, nuk e di a ke vënë re se me që jemi në minutat e fundit po thjesht për ta diskutuar, AFD-ja në Gjermani është vënë në shënjestër të goditjeve për shkak të vendimit të saj për të marrë pjesë në Sochi në një mbledhje të BRICS-it, ku bie në sy, domethënë në deklaratat e tyre, qëndrimi që ata kanë ndaj Rusisë, qëndrimi i bashkëpunimit dhe aleancës me Rusinë, sesa le të themi luftës me Rusinë. Si e vlerëson këtë? Qëndrimi AFD-s nuk është qëndrimi i fshehur, ata e kanë deklaruar haptazi që duhet të ndalet lufta me Rusinë. Duhet të vazhdojmë bashkëpunimin ekonomik, për arsye sepse në mjet të bashkëpunimit ekonomik Gjermania mund të shohë prosperitet ekonomik, pra të ngrihet në nivelet të cilat ka qenë. Dhe për këtë arsye është një zë i arsyeshëm brenda Gjermanisë që pretendon nesër të vijë në qeveri dhe të ndali këtë luftë e cila ka bërë, e cila po shkon drejt deindustrializimit të Gjermanisë. Ka prodhuar pasoja apo thua për Gjermaninë? Gjithë kjo sanksion dhe gjithë kjo ndarje, kjo probleme ka prodhuar pasoja të mëdha ekonomike në Gjermani. E solla këtë më shumë për të kuptuar nëse në Europë ndodh një përmbysje e leadershipit politik aktual dhe vinë në pushtet forca si AFD që janë për sa i përket Rusisë kanë një qëndrim për ta patur aleat më shumë se sa armik. Sa shanse ka që të mbyllet kjo luftë? Duhet të ndajmë gjë, nuk është çështje për të pasur aleat, është çështje për të bërë biznes. Pra, të bësh biznes nuk do të thotë jesh aleat. Pra ti shet unë blej.
Pra se kam interes, nuk është çështja aleancë. Dhe kjo çfarë AFD-ja ofron, edhe shumë forca të tjera si AFD-ja brenda Evropës, është të shohësh realitetin me sy. Pra ajo që kemi sot ka çuar në një deindustrializim të Evropës, në një rënje të fuqisë ekonomike dhe politike të Evropës, pra po shkon drejt shurës Evropës. Dhe e vetma mënyrë është që ti të marrësh lëndë të parë të lirë në mënyrë që të forcosh ekonominë tënde. Pra është thjesht pragmatizëm politik, është ajo që njihet real politik. Dhe këta po ecin me real politikën, që real politika është ne nuk jemi as partner, as aleat, po jemi biznes, pra bëjmë biznes. Nëse në Europë ndodh kjo, aktualisht unë mendoj që në Evropë kjo është drejtësa rrugën, neve kemi aktualisht 3 vende, Hungaria, Çekia dhe Slovakia janë të 3 vende që kanë deklaruar që nuk do të marrin pjesë në asnjë lloj sanksionit të Evropës ndaj Rusisë e tutje, do të vazhdojnë të bëjnë këto marrëdhënie ekonomike me Rusinë, pra të marrin gaz, siç e pat Erdogan, Orban ishte në Amerikë dhe mori edhe për një vit shtyrjen që të blej, të vazhdoj të blej gaz nga pra doli nga sanksionet. Pra kur po e merr Hungaria, edhe këta FD-ja në Ukrainë thotë, dakor, por ne pse mos ta marrim nga Nord-Dyshi, sepse një linjë Nord-Dyshit mund të riparohet. Dhe të shkojnë në Gjermani. Pra dhe të shkojnë në Gjermani. Pra kjo është ideja dhe unë e shoh të diçka realiste dhe kjo do thotë që nesër të mos shkojmë drejt mentalitetit luftës. Po shkojmë drejt mentalitetit paqes dhe hajde bëjmë biznes. Nuk jemi as miq, as shok, as aleat, as partner, po bëjmë biznes. E qartë. Pra kjo është një mundësi që brenda Evropës, pra tregon që brenda Evropës ka mendje të kthjellta, të cilat mundojnë të bëjnë real politik. Dhe real politika është kjo lufta, pra tentimi që po na duan të bëjnë gjithë Evropa, të na mbushin mendjen se nesër do na sulmojë Rusia dhe ne duhet ta sulmojmë parët. Kjo është vetvrasje kolektive. Pra këta liderët e sotëm evropian po e çojnë Evropën drejt një vetvrasje kolektive, ndërkohë që forca të tjera brenda Evropës po thonë që jo, kjo nuk ekziston, por ne mund të vazhdojmë të jetojmë në paqe komshi. Pra është një gjë. Ne sot jemi komshi me serbët. Nuk e kemi zgjedhur neve. Edhe Evropa nuk ka zgjedhur të ketë komshi Rusin. I ka caktuar Zoti. Ne nuk mund t'i shuajmë sot serbët, edhe as ata siç tentuan të na shuanin neve nuk na shuajtën dot. Pra edhe ata po e kuptojnë edhe ne duhet që neve jemi fqinj. Ne mund të jetojmë si fqinj, mund të bëjmë biznes nëse na intereson, por nuk kemi pse sulmojmë njëri tjetrin. E qartë. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Si gjithmonë. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Olsi Azexhi, studiues. Olsi, përshëndetje, kënaqësi që të kam. Selam aleikum. Olsi, si e komentove vizitën e fundit të presidentit sirian Ahmed Shara në shtëpinë e bardhë? Si e lexove dhe si e lexon? Çfarë parajmëron bashkë me vendimet që paga shumë u morën? Vizita e Ahmed al-Sharës në shtëpinë e bardhë ishte paga shumë ajo që ne kemi parashikuar, domethënë që në dhjetor të vitit 2024, kur ra qeveria e Bashar al-Assadit, që domethënë ne e parashikuam edhe se shumë njerëz nuk na besonin atëherë, po ne thamë që Ahmed al-Shara, domethënë unë besoj në misionin tuaj kam qenë, që kam treguar me dokumenta që nga ish ambasadori amerikan në Shqipëri, Jeffrey Jarova, se ka emrin e plot, edhe të tjerë të cilët të gjithë deklaruan që Ahmed al-Shara është agent ynë, është njeriu ynë, dhe ndryshe nga të shmendonin shumë njerëz se me rënien e Bashar al-Assadit nga pushteti do të krijojë një Siri më e mirë. Fakti tregon që thjesht Bashar al-Assadi ishte patriot, ndërsa Ahmed al-Shara është thjesht një agent i CIA-s, i cili u soll në pushtet për të ndaluar rezistencën siriane kundër Izraelit, mbështetjen siriane për Palestinën dhe kthyer Sirin në një Arabi Saudite apo në një Jordani numër 2, ku Siria, i cili ishte vendi i fundit arab që rezistonte dhe nuk pranonte që
të pranonte humbjen e arabëve për çështjen e Palestinës, me rrëdhimin e Bashar al-Assad dhe sjelljen e Ahmad al-Sharas, Siria tani më ka marrë fund. Siria është kthyer në një koloni amerikane, sigur është fjala bie Dubai apo Emiratet Arabe, sigur është Arabia Saudite, sigur është Katari, dhe nuk ka më një Siri të lirë, të pavarur, nacionaliste, e cila do të mbështesi të drejtën për rezistencë të palestinezëve. Për personat që kanë ndjekur lajmet, amerikanët po njoftojnë që, apo pas takimit që ai pati me Ahmed al-Sharën, njoftuan që do ndërtojnë një bazë ushtarake në Damas. Po. Dhe kjo bazë ushtarake në Damas nuk do ndërtohet për të mbrojtur Sirin, por do të ndërtohet për të goditur Iranin, Hizbullahin edhe Irakun. Pra, Siria tani më po kthehet në një vend të okupuar nga amerikanët, ku presidenti apo diktatori vehabist Quisling Ahmed al-Shara është një yes man i Washingtonit, dhe çfarë ne po kuptojmë është që po ka një strategji të presidentit Trump që t'i japi fund një herë e përgjithmonë pavarësisë arabe, pra koha e baptizmit arab, e Gamal Abdul Nasserit, e Anwar Sadatit kur do bënte luftën me Izraelin e 1973, koha e Assadëve e të tjerë, tani më ka përfunduar me rënien e Bashkimit Sovjetik, ne po kemi rikëthimin e kolonizimit të botës arabe. Në qofse deri në vitin 1945 Siria do të ishte ushtarakisht e pushtuar nga francezët, dhe Damasku do kishte baza ushtarake franceze të cilat do vritnin edhe do bombardonin sirianët sa herë që ata të rebeloheshin kundër Parisit. Tani me këtë që po ndodh është që pushtimi francez, të cilin sirianët me Sultan Atrashin e rezistuan dhe e dëbuan, dhe me ndihmën e Bashkimit Sovjetik në vitin 1945 dhe 46 e detyruan Francën që të tërhiqet nga Siria. Tani më Siria po rikthehet sërish në një koloni e cila ndërsa qëndronet sotëtuar me zona kontrolli kurd, druz, pushtim izraelit, okupim turk e tjerë, ajo pak stiri që do ngeli tani më do të jetë pak a shumë një vilajet i Washingtonit. Olc, ajo që më bën përshtypje është që në këtë vizitë presidenti sirian, tha Donald Trump, është njeriu i duhur për zbatuar atë që ai konsideroi planin e tij të madh për lindjen e mesme. Çfarë është ky plan i Donald Trump për lindjen e mesme? A kemi informacion se çfarë tenton? Kush është, le të themi, objektivi kryesor i planit të Donald Trump për lindjen e mesme? Të kujtoj këtu thash dy lajmet për dy baza në fakt, edhe po do të kthehemi më pas në Gaza. Pra, ç'rol do ketë Siria në këtë planin e madh të Donald Trump për lindjen e mesme, sjell në vëmendje dhe faktin që bashkë me Ahmed Sharën në Shtëpinë e Bardhë ishte i ftuar edhe Hakan Fidan, ministri i jashtëm turk. Plani është që e gjithë lindja e mesme tani më nuk do të jetë më e pavarur, nuk do të jetë më as Gamal Abdel Nasser, as Bashar al-Assad, as Saddam Hussein, as Muammar al-Gaddafi, pra nuk do ketë më regjime arabe, të cilat do t'i rezistojnë imperializmit amerikan, dhe Siria do kthehet pak a shumë në një bitshim emirati, sikur është Katari, sikur janë Emiratet Arabe, sikur është Arabia Saudite, sikur është Kuwaiti, ku do të kthehen ato regjimet fukulla arabe, ku amerikanët do të mbajnë në pushtet diktatorët arab, atyre do t'u japin fara, dhe në këmbim ata do të bëjnë punën e zionizmit.
kush është projekti i presidentit Trump? Projekti i tij është krijimi i asaj që amerikanët e njoftuan që në kohën e president Bushit II, apo atë që njihet si the New Middle East, apo lindja e mesme e re, ku kjo lindje e mesme do të coptohet në për Emirate të vogla, ku sundimtarët do të jenë kukulla të zionizmit ndërkombëtar dhe të Amerikës, dhe të gjitha këto regjime do t'i shërbejnë vetëm Izraelit. Për personat që ndjekin lajmet nga Siria, përpara 2 ditësh, apo më saktë në kohën që Al-Shara ishte në Washington, qeveria siriane i ka hequr palestinezëve, se një pjesë shumë e mirë e popullatës së Damaskut janë refugjat palestinezë që kanë ardhur që nga luftrat e 67-s edhe më herët. Presidenti Al-Shara i ka hequr palestinezëve të drejtën, janë palestinezë sirianë, të drejtën për shkollim falat në Siri. Në vitin e ri akademik që domethënë ka nisur, i është kërkuar palestinezëve që të paguajnë $500 për regjistrimin në universitet. Duke ditur që rrogat në Siri janë diku te $50 në muaj, $500 është një gjop shumë e madhe. Dhe ky domethënë lloj ndëshkimi që vjen për palestinezët është pjesë e gjithë strategjisë për të cilën edhe Bashar al-Assadi u rrëzua dhe Ahmed al-Shara u sol në pushtet. Sjellja në pushtet e Ahmed al-Sharës, të cilën ai e ka deklaruar gjithmonë hapur dhe vazhdon të deklarojë, është që ne u sollëm këtu që të luftojmë Iranin dhe shtetit e tij, pra bëhet fjalë për palestinezët. Përveç saj duhet kujtojmë që gjatë vizitës në Washington, në datën 9 nëntor, presidenti Ahmed al-Shara ka ndjerë një video duke luajtur basketbol me shefin e CENTCOM-it Brad Cooper. Shefi i CENTCOM-it Brad Cooper është ai komandant amerikan që ka marrë pjesë në bombardimin dhe në vrasjen e qindra, ndoshta mijëra njerëzve në Irak dhe në Afganistan. Pra, gjatë gjithë këtyre viteve që opinioni publik ndërkombëtar është gënjur që tregoi që Ahmed al-Shara ishte luftëtari i xhihadit islamit radikal etj. Çfarë ne vërtetojmë është që Ahmed al-Shara që nga shok me Brad Cooperin, një nga kryegeneralet amerikanë, të cilët vrasin musliman në lindjen e mesme, musliman të cilët rezistojnë apo refuzojnë mbështetjen për Izraelin. Gjithsesi, Olc, te Jerusalem Post, regjia duhet ta kem se e kam bërë kështu si screenshot, normalizim është kërkuar një normalizim i marrëdhënieve me Izraelin nga Ahmed Shara në këmbim të të lartësive Golan. Regjia, nëse është e mundur anash kur të dal Olsi. Olc, sa e mundshme është që kjo të ndodhë? Izraeli nuk do të japi kurrë lartësitë Golan Siris, por Siria... Jo, është tjetra, regjia është tjetra. Jo, po kjo. Domethënë, Ahmed al-Shara është sjellë në pushtet me misionin e vetëm që ai të kthehet në një diktator suprem të Sirisë dhe sa sundoi Sirin, pak a shumë sigur Mahmud Abbasi sundon bregun perëndimor për Izraelin. Ahmed al-Shara, sigur e përmendëm më herët, është sjellë aty që t'i shërbejë Izraelit. Ai e ka thënë hapur dhe e thot hapur në gjithë intervistat e tij që unë jam këtu që të luftoj Iranin dhe milicitë iraniane që luftojnë Izraelin, dhe Izraeli nuk do t'japi asnjë në shkëmbim Ahmed al-Sharës. Po, nëse nuk i jep, nuk ka normalizim, të paktën sipas këtij lajmi. Ky është kushti. Po nuk e pyet njëri Ahmed al-Sharën. Ahmed al-Shara është thjesht një xhihadist me disa terroristë me tanke dhe me autoblinda dhe me Kalashnikov. Dhe Netanyahu atë që nuk e konsideron Ahmed al-Sharën. Dhe megjithatë, për sa kohë që Ahmed al-Shara
vazhdon që të luftoj palestinezët, iranianët, Hizbullahin e të tjerë, izraelitët nuk do ta vrasin. Por mendoj për shikuesit tanë duhet përmendim një lajm shumë interesant të datës 10 nëntor, kur Ahmed al-Shara është shtuar nga presidenti Trump në Washington, ndër të tjera ai është takuar edhe me shefen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva. Në këtë takim janë bërë bisedime që FMN-ja t'japi borxhe Sirisë në mënyrë që ekonomia siriane të fillojë dhe të lëvizë dhe të mbijetojë. Do të kuptoj një gjë që në historinë e imperializmit amerikan kemi, po jo vetëm amerikan, por edhe britanik dhe kolonializimeve të tjera, ne dim që kolonializimi vjen në dy forma, njëri është me tanke dhe me avion dhe tjetri është me banka. Duke e futur Sirinë në rrjetin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Siria, e cila deri në nëntor 2024 ishte e lirë nga fajdja, nga ribaja, nga interesi i bankierëve zionisto-amerikan, tani me fondet që mund t'i jepen, Siria do të kthehet në një vend i cili do të mbahet peng nga bankierët perëndimor, ashtu si ku mbahet peng Shqipëria dhe shumë vende të tjera të botës, dhe amerikanët këtë lloj procesi i quajnë debt trap, apo kurthi i borxhit. Domethënë kur ata duan që t'i kolonizojnë vendet e botës, ata çojnë bankat. I zhysin këto vende nëpër borxhe, sikur kanë zhytur edhe Shqipërinë dhe vende të tjera, dhe pastaj çdo pushtetar që do vinë në pushtet do jetë i lidhur me FMN-n për të mbajtur shtetin e tij që të funksionojë. Dhe në shkëmbim mbaroj se kam një pyetje tjetër prandaj. Dhe në shkëmbim ekonomitë e këtyre vendeve do të jenë ekonomi që do të punojnë jo për të larë borxhin, por për të larë vetëm fajdjet e bankierëve zionist. Perëndimor. Do të kujtojmë këtu historinë e Perandorisë Osmane. Perandoria Osmane nuk u mund se nuk kishte trupa dhe ushtar, por u mund sepse falimentoi ekonomikisht gjatë luftës së Krimes të vitit 1953, kur në atë kohë Sultan Abdulmexhidi i parë e futi Perandorinë Osmane në borxhe, në bankierët Qifut të Londrës dhe të Parisit, apo më saktë në vëllezërit Rothschild, dhe borxhi i Turqit nga 1 shkoi në 5, u fishua, saqë Osmanët nuk kishin më para që të paguanin vetëm fajdet, jo borxhi, saqë u detyrua që në vitin 1979 Perandoria Osmane shpalli falimentimin, dhe në qoftë se jam gabim në 1879. Dhe në qoftë se jam gabim në 1833, në qoftë se jam gabim për vitin, bankierët zionist i morën Perandorisë Osmane gjitha portet e saj, që nga porti i Shkodrës, te porti i Janinës, te porti i Selanikut, te porti i Akrës, te porti i Istanbulit, ku çdo tregti që bënte Perandoria Osmane me jashtë, fitimet e tyre nuk i shkonin arkës së shtetit Osman, por i shkonin bankierëve Qifut. Dhe Ahmed al-Shara këtë gjë do bëj. Ajo Siri që ishte e pavarur, ishte një Siri socialiste, një Siri ku shteti ishte i fuqishëm, ku gjeta ishte shumë e lirë, një Siri e cila rezitonte kundër Izraelit, tani do të coptohet dhe do të rënohet ekonomikisht nga bankierët zionistë. Olc, një urdhër arrest, me që më mënçove te Perandoria Osmane, ka një urdhër arrest për Netanyahun nga gjykata turke. Si e lexove këtë vendim? Këtë vendim unë e lexoj si një përpjekje e Erdoganit për të kërcënuar Netanyahun, që t'i hapi krah edhe Turqisë që t'jetë pjesë e projektit të ri të lindjes smetme.
Do të kujtojmë këtu që në vitin 2012, kur Turqia në atë kohë nëse jam gabim, ministrët e jashtëm kishte Ahmet Davutoglu, amerikanët me administratën Obama dhe Hillary Clinton që ishte dhënës presidente, i kishin premtuar turqëve që duke rrëdhuar Assadin, duke rrëdhuar Gaddafin, amerikanët do ndërtonin një lindje të mesme të re, por turqit do të ishin nën kontraktorët e zionizmit amerikan. Dhe këtë gjë e ka thënë hapur në parlamentin apo në asamblen kombëtare të Turqisë, e ka thënë Ahmet Davutogluja, kur në atë kohë e sulmuan deputetët e Partisë Republikane, XHP, dhe i thanë çfarë je duke bërë. Dhe problemi është që në këto momente Netanyahu nuk do që Turqia të jetë pjesë e kësaj lindjes mesme të re. Netanyahu po refuzon që turqit të futen në Gaza, po refuzon që të lejoj rindërtimin e Gazës, dhe ky përbën një problem të madh për Turqinë, nga që domethënë ne dimë që Turqia nuk është vend që ka naftë, por turqit mbjetojnë duke marrë projekte, ashtu sikur se juve në Shqipëri morën këtë projektin e Belinda Ballukut për ndërtimin e rrugës së tunelit Llogarat e tjerë. Ata ëndërronin që të bënin të njëjtën gjë, rindërtimin e Gazës, rindërtimin e Sirisë e tjerë. Po Netanyahu është shumë dyshues ndaj turqëve. Ai nuk i lejon ata që të hyjnë në Gazë, sepse duke hyrë në Gazë do të thotë që turqit do t'i ketë qinj. Ndërkohë nuk i lejon që të shtrihen në Siri, dhe ky urdhër arresti që kanë nxjerrë gjykatat turke, për mendimin tim është pak a shumë një lloj kërcënimi që Erdogani i bën Netanyahu, duke i thënë që okay, ne nuk bëjmë dot luftë me ju se ju jeni të fuqishëm, po të paktën për sa kohë që ju do fluturoni drejt Evropës, ju apo ministrat tuaj, ju duhet që gjithmonë ta evitoni hapësirën ajrore turke, nëse për ndonjë arsye avioni juaj do të bëjë ulje emergjente në territorin e Turqisë, ju do të arrestoni. Dakord, Ols, po nëse Netanyahu e refuzon praninë e turqëve në këtë projektin e ri që ti përmende për lidhjen e mesme, Donald Trump e ka konsideruar Erdoganin një nga njerëzit më të rëndësishëm për sa i përket lindjes mesme. Pra, si do të zgjidhet, le të themi, ky konflikt, ndërkohë që po lexoja, domethënë që ka dhe një konflikt që po ngrihet midis për shkak të prodhimit të dronëve, dy kompanive, njëra kompani e presidentit Erdogan që le të themi ka për pronar dhëndrin e tij, dhe një kompani e izraelite për sa i përket prodhimit dronëve, çka nënkupton një përplasje tjetër në Siri, të paktën sipas atij lajmi. Por gjithsesi më shumë dua të mbeten tek si do ta zgjidh Trump këtë mosmarrveshje. Dhe tjetër, si ma lexon vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të patur një bazë ushtarake në midis Gazës dhe Izraelit. Tani, Trumpi është i gjendur ndërmjet dy zjarreve. E para, turqit kanë mundësitë që të bëjnë të gjitha ato që quhet anglisht the dirty job, apo punën e pitut për amerikanët, të ndërtojnë baza, të rindërtojnë Gazën, të mbajnë në pushtet Ahmed al-Sharën e tjerë. Nga që Turqia është një superfuqi ekonomike e lindjes mesme, bizneset turke janë të llahtërshme, domethënë, dhe i kanë të gjitha mundësitë. Dhe domethënë një bashkëpunim me turqit është në interesin e Trumpit, e bie që nga rindërtimi i Gazës. Sepse turqit çfarë do t'i ofrojnë Trumpit është që lekët që ndoshta Katari do t'i japi për rindërtimin e Gazës do kalojnë te kompanitë e Trumpit dhe të Jared Kushnerin, por rindërtimin do ta nënkontraktojnë turqit. Pak a shumë atë që bëri edhe kompania e Dikçenit Betshel and Enka, kur Sali Berisha me Lul Bashën ndërtuan rrugën e kombit, që tenderin Berisha ja dha amerikanëve, për punimet i bën turqit. E qartë. Dhe për
për Donald Trumpin, turqit janë që i mbarojnë punën. Turqit japin Black Qyll Trumpit dhe familjes tij. Por në anën tjetër është lobi izraelit dhe është shumë interesant, unë mendoj, domethënë që duhet përmendur këtu, ka ndodhur një lajm shumë interesant këtë javën e kaluar, dhe lajmi interesant që ka transmetuar Jerusalem Posti ishte që amerikanët kanë marrë kontroll e kalimit të Rafahut, nëse jam gabim, dhe kanë marrë kontrollin e kufirit nga izraelitët. E morën dhe ndihma që po kanalizohet në Gaza në këto momente, lajmi është i datës 8 nëntor, është që amerikanët kanë larguar izraelitët dhe janë ata që në Rafa, në Rafa në kufi me Egjiptin? Po, dhe domethënë janë amerikanët ata që tani mbikëqyrin jo në Rafa, në Kiryat Gat, brenda Izraelit. Dhe janë amerikanët, domethënë ata që mbikëqyrin ndihmat që hynë në Gaza. Ka të thotë kjo, e para, kjo është një përplasje hapur ndërmjet amerikanëve me izraelitët, nga që amerikanët e kanë humbur durimin me Netanyahu, nga që amerikanët me atë që, domethënë me marrëveshjen e paqes që bëri presidenti Donald Trump, duan që t'i japin fund luftës, Hamasi u nënshtrua me ndihmën e Turqisë. Turqia e bindi Hamasit që të dorëzohet dhe të dorëzojë pengjet. Izraeli e rrafshoi dhe e shkatroi Gazën, dhe Trumpi siguria tha kur shkoi në Knesetin izraelit për para pak javësh, që tha Netanyahu i tha çka ke tha, luftën e fitove, stacionet nukleare iraniane i bombarduan dhe i shkatruan, çfarë do më, i tha. Dhe problemi është që në këto momente po ka një konflikt ndërmjet Trumpit dhe Netanyahut. Nga që interesi i Trumpit është që të vazhdoj luftën, të vazhdoj të vrasë njerëz, nga që ati intereson lufta, nga që në këtë mënyrë ai shpreson që atë nuk do ta fusin në burg, ndërsa interesi i Trumpit është që t'i japi fund luftës. Dhe në këto momente që ne po flasim, po ka një përplasje tjetër ndërmjet Trumpit dhe apo amerikanëve dhe izraelitëve që ka të bëjë me fatin e 200 luftëtarëve të Hamasit që janë në tunelet e Gazës pranë kufirit me Izraelin. Po. Presidenti amerikane po i kërkon Trumpit që të respektojnë pushimin dhe t'i lejë këta luftëtarë të Hamasit që të kthehen në pjesët e tjera të Gazës, ndërsa Netanyahu kërkon që t'i vrasë. Për këtë arsye, në këto momente në Izrael është dhëndri i Netanyahu, Jared Kushneri, dhëndri i Trumpit. Presion Netanyahut. Dhëndri i Trumpit. I Trumpit. Dhe ky presion është aq i madh, sa që sot ky Avigdor Liebermani, një nga krerët e opozitës izraelite, ka deklaruar që Jared Kushneri është kryeministri i vërtet i Izraelit. Nga që Trumpi po e mban Jared Kushnerin non-stop në Izrael. Kemi mbi 200 trupa amerikane në Izrael të cilët edhe po kontrollojnë ndihmat që po hynë në Gaza. Dhe në një farë mënyrë po kemi një përplasje ndërmjet Donald Trumpit, i cili do që të realizohet plani i tij, se Donald Trump e ka hallin të parat. Që rindërtimi i Gazës do të thotë miliarda dollar, rindërtimi i Sirisë do të thotë miliarda dollar, ndërsa Netanyahu do që të vazhdojë luftën me arabët. Dhe po kemi një përplasje ndërmjet qeverisë amerikane me izraelitën, ku Netanyahu nëse ke vënë re që kur u bë marrëveshja e Sharm el-Sheikut, ka rënë urt, nuk po jep deklarata për shtyp. Izraelitët vazhdojnë bombardojnë edhe vrasin njerëz në Gaza, por mbrapa perdes kemi një përplasje ndërmjet administratës amerikane, e cila tani po do që të marrë në dorë udhëheqjen e zionizmit global, ku po i thotë shikutëve që ne Sirin e morëm, kemi agentin ton, Ahmed el-Sharën e kanë marrë në Washington, Gazën e mundëm, Hamasi u detyrua të kapitullojë me urdhër të Turqisë,
Turqia do të bëj punët tona, do rindërtoj këto vende e tjera dhe lekët do t'i marri familja Trump që do të bëhet multimiliardere e pasur. Do ndërtojmë bazë ushtarake, ju e përmendët që amerikanët po thonë që do bëjnë një bazë ushtarake edhe brenda në Gaza, përveç bazës të Damaskut. Me këto baza ushtarake, amerikanët do sigurohen që iranianët, sirianët, nuk ka më sirian, po Hizbullahi dhe milicit e tjera që luftonin Izraelin nuk do të ekzistojnë më nga që do t'i zhduken. Dhe ne tani po kemi një kompeticion, një garim se kush është më zionist. Është Netanyahu apo qeveria amerikane. Amerikanët po ndërtojnë bazë në Siri, Siria do mbahet në pushtim, sikur Katari Doha. Ashtu sikur në Doha të Katarit apo në Emiratet Arabe, ku këta emirat nuk bëjnë asnjë gjë pa urdhrin e ambasadorit amerikan, Siria po kthehet e njëjta. Në Gaza, Hamasin e kanë heq nga qarkullimi, do ndërtojmë bazë ushtarake, ku do kthehet pak a shumë baza, domethënë Gaza do të kthehet në një koloni tjetër amerikane, por Netanyahu nuk i do këto, sepse plani Netanyahu është që mos ketë as Gazë, as Siri. Plani Netanyahu është që të bëhet Izraelin e madh. Ndërsa plani Trumpit është që të bëhet lindjen e mesmere të re, ku do ketë Emirate, ku të gjitha këto Emirate do t'i binden Amerikës dhe Izraelit, dhe që futët do të kenë lirin që ata kanë fjela bie sot në Emiratet Arabe, apo në Bahrein, ku ata hynë dalin edhe vjedhen e bën çfarë duan. Olc, te plani Trump, ku futet Irani? Te plani Trumpit, Iranit jepen, Trump e ka thënë publikisht, Irani do t'jepen dy opsione. Opsioni numër 1 që të dorëzohet, të bëhet sikur Turqia, si bashkohet akordeve abrahamike dhe të bashkëpunoj me amerikanët për mbjetjetën e Izraelit kundër arabëve. Kurse plani numër 2, nëse do ndiqet ideologjia e Khomeinit dhe Khamenei, numër 1 Irani do mbahet në një izolim dhe mund të bombardohet dhe të synohet ndryshim regjimi, sikur unë synua gjatë luftës 12 dhjetore të qershorit. Dhe iranianët që janë në dieni të kësaj, po përgatiten orët çast për ndoshta një sulm të ardhshëm nga Izraeli. Po duhet përmend edhe një gjë tjetër, që ndërsa Hamasi është dorëzuar dhe ndoshta ne mund ta shohim për punë pak javësh që turqit, egjiptianët e të tjerë sa detyrojnë Hamasin që edhe të çarmatosë të dorëzojë armët. Lufta e Izraelit në këto momente vazhdon në Liban, ku Izraeli pothuajse çfarëditë bombardon Libanin, e që Netanyahu do që patjetër të provokojë një luftë të dytë me Hizbullahin, në mënyrë që ta zhduki Hizbullahin dhe ta dorëzojë Hizbullahin që të kapitullojë ashtu sikur Hamasi. Olc, pra, dy janë rrugët e Iranit, por ajo që mbetet është që Irani ka deklaruar tashmë qëndrimin që do mbajë dhe që ka në raport me Izraelin. Apo shkojmë drejt një përplasje edhe nisur nga të dhënat, sepse sa vinë edhe shtohen zërat e një, le të themi, sulmi të ri mbi Iranin. Si e vlerëson? Kur mund të vijë ky sulm, sepse nuk ka gjasa që Irani të tërhiqet nga qëndrimi i deri tanishëm? Ngjelet për të parë, domethënë, këtë gjë e kanë dorë dy persona, presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri Netanyahu. Me sa unë kuptoj, Trumpi nuk do që të ketë një luftë momentalisht me Iranin, nga që një luftë me Iranin do t'i frishi të gjitha ekuacionet e fitoret që në këto momente izraelito-amerikanët kanë, marrja e Siris, kapitullimi i Hamasit, mundja e Hizbullahit, por jo shkatërimi i tij total. Domethënë, sipas Trumpit, punët janë mirë dhe Izraeli duhet të konsolidojë pozitën e tij, duke atë bërë atë që thot Trumpi, zgjerimi i akordeve abrahamike, që do thotë krijimi i sa më shumë regjimeve arabe quislinge, të cilat do të bashkëpunojnë me Izraelin për ta mbajtur Iranin aty ku është në gjirin persik dhe mos ta lënë Iranin që të hyjë në lindjen
dhe botën arabe. Pra nëse qeveria e Iranit nuk bashkëpunon, mundësia është që do kemi një operacion për regime change. Tani Netanyahu kërkon, sepse Netanyahu mendon që ky është momenti më i mirë për Netanyahu që ta shkatroj një herë edhe e mirë islamin politik, islam politik të cilin britanikët e vranë në 1918, kur mundën perandorin Osmane dhe fushtuan Stambollin, dhe pastaj me Ataturkun, i cili ishte Ahmed Shara i kohës, shkatruan kalifatin edhe sultanatin dhe u siguruan që sunitët nuk do të kenë më një institucion përbashkues sipas traditës së kalifëve të drejtë nga Hazreti Ebu Bekri deri tek Aliu. Por në 1979 Khomeini ringriti institucionin jo më të kalifatit, po të imamatit të Imam Aliut, dhe ky institucion ringjalli islamin politik i cili kishte ekzistuar për 1300 vjet. Dhe Netanyahu, ndryshe nga Trumpi, Trumpi shikon fitore, shikon lek dhe do paqe tani, Netanyahu shikon sërish rrezikun e ringjalljes së islamit politik, islamit që krijoi Muhamedi alayhis salam me shtetin e Medinës, dhe Netanyahu beson që me Shia nuk do t'i zbreci zionistëve, përderisa ata nuk e zhdukin një herë mirë islamin politik, i cili në këto momente është i përfaqësuar në zyrën e vilajetit të Fakiut, në imamatin e Imam Khameneit në Teheran. Për këtë arsye ai kërkon luftë. Olës, falenderoj shumë. Ju lutem. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.